Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Në emisionin e sotëm do të hedhim dritë mbi një temë që rrallëherë flitet hapur, por që ndikon më shumë se sa mendojmë në jetën politike të vendit, strategjike dhe të sigurisë së vendit. Prania dhe roli i shërbimeve të huaja të inteligjencës në Shqipëri, nga CIA amerikane tek Mossadi i Izraelit, Mi-6 britanike, BND-ja gjermane, çfarë kërkojnë, çfarë monitorojnë dhe cilat janë operacionet apo ngjarjet që kanë parandaluar, cili është roli i tyre në fushat e terrorizmit, krimit organizuar, infiltrimeve ruse apo kineze dhe të sigurisë rajonale. A është Shqipëria terren për operacionet ndërkombëtare të inteligjencës? A janë të koordinuara këto shërbime me autoritetet e vendit apo veprojnë në mënyrë krejt të pavarur? A janë këto shërbime të huaja garanci për sigurinë kombëtare apo rrezik për sovranitetin? Por roli i shishit shqiptar, cili është dhe si mund ndikojnë këto shërbime në zhvillimet politike në vend. Unë kam kënaqësinë të kem dy të ftuar sot, po ju prezantoj me profesor asistent doktor Xhavid Shala, ekspert në fushën e sigurisë. Mirëmbrëma zoti Shala. Shumë kënaqësi që jeni këtu dhe Ervin Karamuço, profesor i kriminalistikës. Mirëmbrëma zoti. Mirëmbrëma, shumë kënaqësi. Tani unë jam shumë kurioze t'ju dëgjoj të dyve ju për këtë temë që në fakt rrallë flitet, duket sikur ka shumë konspiracion, po punë spionësh. Punë spionësh, vërtet. Zoti Shale, po ju bëj një pyetje të parë një herë për të gjithë ata që po na ndjekin. Çfarë janë shërbimet inteligjente dhe si funksionojnë? Para se të kalojmë tek Shqipëria. Si terminologji, shërbimi, fjala inteligjente është përdor vonë në fakt, sepse quhen jo shërbime sekrete, jo përgjithsisht, kurse sot është përdor gjithsesi termi shërbime inteligjente. Kjo fjala inteligjencë ka kuptime të ndryshme dhe në konotacione të ndryshme, domethënë inteligjencë në këtë rast është mund të jetë një strukturë, një shërbim, një person, një metodologji, pra varet se në çfarë këndvështrimi shef. Ndërsa shërbimet inteligjente në vetvete janë pjesë e rëndësishme e strukturave të sigurisë kombëtare të një vendi. Pjesë e rëndësishme e këtyre strukturave, të cilat operojnë në interes të shtetit të sigurisë kombëtare të këtij vendi, në fjalë të përgjithshme, sepse pastaj mund të japim definicione të ndryshme për shërbimet inteligjente. Si shishi jon, shërbimi informativ? Po, shërbimi jon, çdo shërbim që merret me inteligjencë, fjala inteligjencë me zbulim, me kundërzbulim, jo në këndvështrimin ushtarak, sepse ka zbulim edhe dem me dylbin në kufi dhe shef çka ka që s'ka. Këtu bëhet fjalë për një veprimtari që orientohet mbi bazën e rrjetit sekret. Pra, të rrjetit sekret që shërben për zbulim dhe për kundërzbulim. Shërbimet, strukturat e shërbimeve janë të ndryshme në shtete të ndryshme. Disa operojnë, kanë një strukturë të vetme të ndarë pastaj në 2 apo 3 pjesë, shërbimi i zbulimit, shërbimi kundër zbulimit, ndërsa ka shtete që e kanë të ndarë. Shtetet e fuqishme në përgjithësi kanë të ndarë. Rusët, amerikanët, anglezët, edhe shumë shtete tjera i kanë të ndara. Ndërsa vende më të vogla si që jemi ne kemi një strukturë, pra shërbimi informativ kombëtar, brenda e ke të ndarë me zbulim dhe kundër zbulim. Këtu duhet kemi parasysh se një shtet mund të ketë disa struktura. Pra, mbrojtja, Shqipëria është vend antar i NATO-s tjera dhe ka dhe një detyrim edhe në raport me partnerët e vetë që të ketë një shërbim inteligjent të sigurisë dhe të mbrojtjes. Pra, Agjencia Inteligjencë Sigurisë dhe Mbrojtjes që është në varësi të ministrit të mbrojtjes. Pra, shiku është në nivel kombëtar, edhe ajo është, po ajo ka më të limituar, ka objektivin, e ka për sigurinë që lidhet me ushtrinë, pra gjithçka që lidhet me operacionet ushtarake, qoftë brenda dhe jashtë vendit, me repartet, me gjithçka që lidhet në nivelin ushtarak. Kjo është ajo që i dallon këto. Kurse shishi jon ka një organizim në përgjithësi zbulim kundër zbulim, pak a shumë si gjithë vendet e vogla. Tek shishi. Po kush nga shtetet ka, po themi, inteligjencën më të sofistikuar? Kush është? CIA, rusët, dikur inteligjencën më të zhvilluar e ka ai që paguan më shumë. Kush paguan? Dikur shërbimi sekret anglez e ngriti shërbimin amerikan CIA, e ngriti nga themelet. Ndërkohë që CIA sot është shumë e lartë se sa shërbimi anglez, pse? Është paraja që hidhet. Pra kjo është, sa më shumë investon ai vend, sa më shumë kapitale financiare ndan në fushën në këtë fushë, aq më i fuqishëm bëhet shërbimi. Kjo është një anë. Nga ana tjetër ka të bëjë pastaj edhe angazhimi, ka të bëjë edhe pastaj edhe ka shërbime të tilla për shkak siç është
Mossadi apo siç janë shërbimet Izraeli që janë shumë të motivuar. Ka të bëjë shumë patriotizmi, kanë bëjnë edhe këto tjera. Pra nuk është vetëm pagesa. Pra, kurse në përgjithësi, të tëra shërbim veprojnë mbi bazën e një legjislacioni. Europa, sidomos Gjermania në kohën e luftës së dytë botërore, ku shërbimi inteligjent, ajo që u quajt në atë kohë që ishin këta SS-et, ai ishte shërbimi kryesor inteligjent i Raju të tretë, mori kontroll gjithçka dhe sot gjermanët për shembull shërbimet sekrete që kanë ata janë shumë të kujdesshëm duke përfituar nga ajo përvojë shumë negative që hasën në kohën e luftës së dytë botërore. Ndryshe nga shërbimet e tjera inteligjente, shërbimet gjermane kanë një kontroll të jashtëzakonshëm parlamentar. Okej. Pra kanë procedurat edhe parlamenti ndërhyn deri tek përgjimet e individëve. Deri tek përgjimi, lejohet, s'lejohet. Pra ka komisione, nën komisione të cilat monitorojnë në detaj. Pse? Tek shërbimet sekrete është gjithmonë ajo rreziku i rrëshqitjes. Pra i abuzimit, nuk diskutohet abuzim me fonde, po abuzimi me të drejtat. Me të drejtat e njeriut. Dhe kur këte kanë frikë vendet demokratike shumë të zhvilluara, imagjino siç mund ndodh në vendet e tjera që nuk janë aq të zhvilluara. Prandaj një nga drejtimet kryesore që pas vendosjes së demokracisë në Ballkanin perëndimor në disa shtete ka qenë mbështetja e reformave në sektorin e sigurisë dhe në mënyrë të veçantë edhe në shërbimet sekrete. Okej. Karamuça, si operojnë këto shërbimet inteligjente jashtë vendit? Pra si operojnë në terren? Si i përdorin këto agjenci, teknologjinë, burimet njerëzore, format hibride për të mbledhur informacion? Që përmendi dhe profesori, këtu kemi të bëjmë me dy deg të fuqishme, që janë dega kombëtare, dega ndërkombëtare, kundër zbulimit dhe zbulimit. Në degën kombëtare, shtrirja e brendshme dhe organigrama dhe funksionet dhe kompetencat e institucionet që ne kemi, që i kemi pak a shumë të njëjta me organizimin e institucioneve partnere si motra, janë të lidhura kryesisht me ekstremizmin e dhunshëm, janë të lidhura me terrorizmin në përgjithësi, janë të lidhura me trafiqet, me drogën, me krimin organizuar. Pra janë disa linja që ndiqen brenda vendit dhe sigurisht kanë të bëjnë pastaj edhe me parandalimin e akteve të destabilizimit, subversive, të dezinformimit, pra janë shumë aspekte të cilat lidhen edhe me të huaj, po lidhen edhe me vendas, të cilat jo gjithmonë, jo domosdoshmërisht kanë lidhje me të huajt, por kanë interesat e tyre për të dëmtuar sistemet ekonomike, politike dhe gjithçka dhe brenda vendit. Kjo nisur nga aktiviteti i tyre i paliq. Kurse në nivel ndërkombëtar, si shërbim ne jemi ende aktiv, sidomos në rajon, po edhe me gjërë në disa zona, mbaj mend ne kemi pas se do flasim dhe me gjëra konkrete. Jo, do flasim patjetër, pra ti thua edhe Shqipëria? Ne kemi pas një rjet shumë aktiv, se këto s'janë kështu shumë top secret domethënë, kemi pas një rjet shumë aktiv. Flas gjithmonë dhe do flasim gjithmonë edhe unë në profesori e mirë kuptoj me burimet hapura, pra që dihen në Britaninë e Madhe. Pra nuk thoni dot ju ato që s'dihen. Jo, ato që s'dihen nuk mund thuan dot. Edhe ne nuk mos e dimë gjë të madhe, sepse normalisht dikur kemi pas certifikata sigurie, po tani si kemi më dhe nuk na lejohet më. Po ka rënë ajo afati. Okej. Dhe nuk lejohet që ato që ke ditur në atë kohë ti thuash në këtë kohë, edhe çfarë merr vesh në një gjë etj, sepse normalisht duhet të ruajmë çik, nuk është problemi i sekretit, po i interesit kombëtar, se ka të bëjë me një gjë në nivel më të lartë. Kemi pasur një rjet sigurisht në bashkëpunim me institucionet partnere më i gjashtë, kemi pasur në Britaninë e Madhe. Kjo ka qenë më shumë për krimin organizuar, trafiqet e tjerë, që kishim dhe ne një task force aty të shërbimeve tona inteligjente. Të lidhura kjo me shumë prej këtyre celulave të cilët bënin në ato kohë realizimin e këtij trafiku të paligjshëm, edhe mbanin informacion dhe shkëmbenin atë me institucionet partnere britanike. E them të sepse ne ende jemi aktiv në disa prej këtyre shteteve, nuk po them vetëm Britani, po edhe në vende nuk mund ta them se ku, jo, nuk mund ta them se ku, jemi për çështje konkrete. Çështje kur kërkohet ndihma jon për shkak të prezencës të paligjshmërisë së grupeve shqiptare. Dhe na është kërkuar ndihmë. Prandaj kemi vajtur dhe kemi task force. Por kjo nuk është shumë e shprehur, nuk është shumë evidente, por më së shumti ne merremi, ka një porosi me një takim që ka bërë për sigurinë kombëtare edhe kryeministri i vendit,
i cili i ka vënë theksin shumë zbulimit, pra çështjeve të brendshme të Shqipërisë. Duke paramenduar që këto me jashtë, sigurisht ne nga që jemi vend partner dhe jemi pjesë e komunitetit të NATO-s, inteligjent të NATO-s, dhe shumë mirë edhe vendet partnere shkëmbejnë informacion për çfarë na duhet ne që mund të bëjmë, që mund të nisim vetë ne persona të mbledhim këtë informacion, jashtë mund ta marrin të gatshëm nga këto institucione. Kështu që më mirë merrem me këto të brendshme edhe për shkak të buxhetit kufizuar që kemi, që të jemi më të Mirë, tani ky SLA i takon Shqipërisë. Po pra. Tani e thashtë në Shqipëri. A kemi këtu shërbime sekrete inteligjente? Tani këtu ka shërbime inteligjente, pra çdo ambasade, domethënë mund ta marrim si një model të gatshëm që organizohet në të gjitha vendet, pra organizohet nga të gjitha vendet dhe në të gjitha vendet. Ka një model të gatshëm që shërbimet sekrete të vendeve mike, jo mike dhe armike, se janë 3 lloj komponentësh, organizohen në nivel diplomatik, sa aty marrin dhe mbrojtjen e imunitetit diplomatik. Pranë ambasadave, aty disa prej tyre, për shembull CIA ka stacion që quhet, nuk është zyrë, është stacion. Çfarë do të thotë stacion? Stacion është një formë e zyrës dispatcher ku ka më shumë se 2 agent dhe ka një person i ngarkuar dhe pastaj agent të tjerë dhe pastaj persona të tjerë bashkëpunëtorë etj. Pra ka disa linja që koordinohen nga një person i cili quhet shefi i stacionit. Ne kemi pasur një grua në Shqipëri, tani ka ardhur një burr, kanë punët e tyre, mbrojnë interesat e Shtetit Bashkuar në Shqipëri, por japin një ndihmë të jashtëzakonshme për shtetin shqiptar. Japin ndihmë për shtetin. Japin ndihmë, shkëmbehet informacione që nga viti 91. Që nga viti 91. Nuk kanë ndaluar asnjëherë. Madje kanë dhënë një ndihmë dhe kontribut të jashtëzakonshëm në luftën në Kosovë. Madje në atë kohë u zhvendos stacioni i CIA-s për i vetmi rast që është zhvendosur. Ka qenë në gjatë luftës Kosovës, ku dhe ambasadorja vetë dhe një shpurë agentëve të CIA-s u zhvendosën dhe për një periudhë të shkurtër kohore kanë qenë me banim në Shkodër, pra nuk rinin në Tiranë. Me banim në Shkodër, për të qenë sa më afër. Për ambasadorën atë kohë i zhvendosur në dispozicion zyra drejtorit policisë të Shkodrës, aty rinte, aty hante, aty flinte, sepse ishin çështjet e rakordimit të gjithë informacionit që vinte dhe përcillte direkt në institucionet përkatëse, pra drejtohej nga vetë ambasadorja dhe nga një shpurë agentëve të CIA-s, cilët ishin të gatshëm dhe ishin aty si operativ që merreshin me terren. Pra ti them këto si situata, këto janë shërbime partner. Janë shërbime që ne i kemi filluar herët edhe pa qenë antar të NATO-s. Pastaj kemi agjentura të vendeve jo mike. Rusia? Jo domosdoshmërisht Rusia, po që nuk kanë, jo mike do të thotë që kryen një aktivitet të tyre i cili nuk është konform interesave të shtetit shqiptar, po jo se bëjnë akte të mirëfillta të dëmtimit të interesave tona, po marrin informacione, japin spionazh industrial, kjo ajo, pra kanë një sër arsyesh që ata janë prezent këtu. Janë shumë shërbime prezent në Shqipëri. Pra nuk është edhe shërbime që nuk na shkon të mendje që mund të ishin, edhe nga lindja e mesme kemi pasur, përveç Mossadit që i kemi institucion partner, po kemi pasur nga vende arabe që nëse kemi kuptuar pse kanë qenë aktive në Shqipëri dhe në zonën e Ballkanit të Rusi, kanë pasur interesat e tyre dhe ata. Në çfarë periudhë kanë qenë aktive? Janë ende? Po sidomos gjatë para luftës së Kosovës, mbas luftës së Kosovës, pastaj para se ne të bëheshim vendatar i NATO-s, ka pasur qëllime të mirëfillta se për çfarë ishin, çfarë objektivash kanë bërë. Dhe këto mbahen në survejim, por nuk është se diskreditohen ose persona të caktuar shpallen non grata. Jo, vetëm mbikëqyren çfarë aktiviteti bëjnë dhe në vazhdim dhe me kë janë të lidhur. Vetëm për kaq. Ne kemi sot në monitorim, mendoj unë, nga praktika ndërkombëtare, shumë nga këta individ, nga këto celula, të cilat vazhdojnë punën e tyre dhe ne i mbajmë monitorim, ne i mbajmë në vëzhgim. Vetë ne, shteti shqiptar. Tani përveç këtyre stacioneve që ju thash, zyrave në për ambasada me imunitet diplomatik, falë se po zjadëm pak. Jo, se do shkojtë profesori, pa. Ka edhe grupe të tjera të cilat janë grupe ilegale, pra kanë operacione ilegale, pra janë jashtë ambasadës, vinë për një mision të caktuar dhe largohen. Një mision i cili nuk bëhet kur pa miratimin e shërbimit ton informativ. Pra merret për vendet mike dhe partnere, asnjëherë nuk bëhet kjo në mënyrë ilegale. Pra nuk veprojnë vetëm vendet jo mike ose armike bëjnë këtë në mënyrë ilegale. Po, e bëjnë këtë në mënyrë ilegale. Pra këto janë format se si këta shtrihen dhe kanë interes dhe aktivitet në Republikën e Shqipërisë.
Okej, le ta vazhdoj profesor, pastaj. Jo, do shkoj edhe jo, në fakt këtë pyetje kisha edhe për profesorin, që a ka raste që këto agjencitë sekrete të inteligjencës mund veprojnë edhe pa dijenin e autoriteteve tona? Megjithëse kanë rënë që është ato mund të veprojnë, po nëse diktohen është problem, pastaj problem besimi. Nëse pikasën është, sidomos kur është agjenci, kur është shtet që ne shtet mik me Shqipërinë. Dhe në këto shtete kanë persona të atashuar pranë shërbimit tonë sekret. Pra kanë oficer kontakti, si që ka policia oficer kontakti në disa nga këto vende, kanë edhe shërbimet oficer kontakti. Bile dhe ne kemi oficer kontakti edhe jashtë Shqipërisë. Pra që është i prezentohet në emër të shërbimit, të shërbimit sekret shqiptar, pra të shikut dhe organizon bashkëpunimin për interesat dypalqe. Pra, ato që kemi interes ne dhe ato që kanë interes pala tjetër për të shkëmbyer informacion me ne. Ndërsa fushat kryesore janë ato që, sidomos sot, në kushtin e një globalizmi, bota është bërë shumë e vogël. Dhe këto problematike, këto terrorizmi, krimi organizuar, korrupsioni, krimi kibernetik, të gjitha këto janë problematika që cënojnë shumë vende, kështu që gjitha palët kanë interes të bashkëpunojnë në këtë fushë. Ndërsa shërbimet jo mike, mund rasti më i fundit keni parasysh para rreth disa ditësh doli një informacion rrodhi në media ndërkombëtare që ish ambasadori i Iranit në Shqipëri, ai ambasadori që në 2018 u përzu me ceremoni, kuptohet në bashkëpunim edhe me autoritetet, me partnerët tanë, pra u përzu për aktivitetin e tij kundër, sidomos aktivitetin e tij në perëndim, pra sepse ai ishte i shef celule dhe orientonte dhe përgatite për të bërë vëmëtaria ose atentate edhe në rastin e këtyre të mojt këtyre dhe ai në 2008 ka marrë pjesë në rrëmbimin e një, si agenti i shërbimit iranian, ka marrë pjesë në rrëmbimin e një ish oficeri të lartë të FBI-s dhe ai është zhdukur. Pra që në 2008 ky ka qenë atëherë dhe pastaj ka ardhur me petkun diplomatik. Normalisht që këtu ai ka qenë i survejuar, absolutisht. I survejuar nga kush? Nga shteti shqiptar? Nga shteti shqiptar dhe nga palët e tjera të interesuara. Okej. Shiko, ne palët e tjera mund të kenë kapacitete më të mëdha se ne. Shiko, për të survejuar. Të survejosh sot është investim i madh, duhet para, duhet teknologji, duhet me përgjime telefonike, gjitha llojet format dhe metodat që janë ligji, me përgjime ambientale, përgjime telefonike, ndjekje me makina, ndjekje me sy, me gjitha me kompjuter, janë gjitha format dhe metodat që i ka të përcaktuar shërbimi informativ kombëtar nëpërmjet një vendimi dhe një urdhë të prokurorit përgjime ka të përcaktuar format dhe metodat. Unë kam pas fatin që kam bërë një pjesë karrierës në shërbimin informativ, dhe unë kam filluar nga specialist dhe kam qenë drejtor në nivel vendor, drejtor qarku, në shërbimin informativ, pastaj kam kaluar me policinë. Kështu që i njoh mirë këto mekanizma që kanë vepruar. Dhe kjo është ne kemi interes bashkëpunimi, palët e tjerë kanë interes bashkëpunimi. Aty ku ka bashkëpunim, kjo që thoni ju që a mund veprojnë edhe mundet, por nuk lën shihet mirë nëse do të konstatohet, nëse pikaset. Kështu që ata nuk kanë urësie, nëse ata nuk kanë fare arsye të veprojnë në mënyrë të fshehtë përderisa ne ju ofrojmë gjithçka në aspektin brenda ligjeve për dhënien e informacionit, sepse ka norma për rrugën e informacionit, për rrugën e dhënave të qytetarëve, janë një sër ligje që duhet zbatohen edhe në bashkëpunim me palën tjetër. Dhe gjithçka duhet bëhet mbi baza ligjore. Duhet bëhet mbi baza ligjore se nesër mund të shkosh në përgjegjësi penale dhe akuzohesh për spionazh. Po tregoj vetëm një rast. U arrestua zëvën shefi i shërbimit sekret italian në kohën që u godit një celule gjihadi islamik në Shqipëri dhe një nga ata autorët, një nga ata shqiptarë kalojnë në perëndim, kalojnë në Itali dhe ai zëvën shefi i shërbimit sekret italian bashkëpunoi shumë me CIA-n dhe u morën këtë personin, u kryen veprime të tjera. Në momentin që ndodhen ndryshime me pas e futën burg, edhe pse ke bashkëpunuar në këto nivele, pa miratim. Pa miratim. Pra, ke shkel drejtat e njeriut, ke bokte, pra janë raste këto që ndodhin, domethënë. Kurse në rastet e kësaj celulës keni bërë një bashkëpunim perfekt me shërbimet. Po mirë, përveç CIA-s amerikane, kush agjenci tjetër? Po veprojnë, thash, kush ka interes me shqiptarët? Shiko, shqiptarët sot janë si funksionojnë? Një pjesë janë për periudat caktuara apo qëndrojnë këtu prezente si rasti i CIA? Shiko, mund vi ai kur bashkëpunon kërkon edhe informacion të hapur. Ai kërkon informacion filan Fisteku që është në X vend, që është në Londër.
Edhe ai kërkon një informacion, po ka nga burime të ndryshme, mund të angazhohet shërbime, po mund të angazhohet edhe po e themi agjencia që merret me luftën kundër trafikut drogave etj. Pra e krimit të organizuar mund të kërkojnë informacion llogaritë bankare të këtij personi, mund të kërkojnë informacion për investimet që ka bërë në Shqipëri etj. Për transferimin e parave. Këto janë bashkëpunime që normohen bashkëpunojnë edhe shërbime sekrete, të cilat i vlerësojnë dhe i japin informacione të sakta, po këto nuk janë prova. Këto shërbime sekrete duhet të jemi të qartë, nuk përbëjnë prova ligjore. Pra, ajo është më shumë mund të quhet si mjet kërkimi prove se sa prova. Provat në vete pastaj kanë procedura tjera dhe është organi procedurës që merret me mbledhjen dhe bashkëpunimi duhet bërë midis prokurorive, midis agjencive tjera që veprojnë mbi bazë të ligjit penal dhe ligjit procedural penal shqiptar. Pra, kurse kjo është në nivelin e informacionit. Ai duhet pastaj në prova gjen ai mënyrën se si e kthen në prova për ta goditur. Pra, kështu bashkëpunohet nëse ai ka interes për shqiptar, nëse s'ka interes, s'ka që duhet në Shqipëri aty. Por fakti që këta operojnë ka interes në Shqipëri. Ka interes sepse shqiptarët janë shpërndar kudo. Çfarë kërkojnë të dinë dhe të monitorojnë? Pra krimi organizuar, trafiku i drogës, terrorizmi, krimet kompjuterike, gjithçka që i lind aty mund t'i dali sot. Shiko, bota, thash unë, me vendet partnere ne bashkëpunojmë në disa kanale. Një nga këto është për krimin organizuar, janë kanalet policore, është Interpoli, është Europoli, por nga ana tjetër edhe shërbime sekrete kanë kanalet e tyre dhe në intereset të shtetit bashkëpunojnë gjithë, pra secili me segmentin e vet. Bashkëpunojnë, merr informacione dhe pastaj operohet sipas interesave që kanë, varet se çfarë interesi kanë Shqipëria ai. Aty doli për shemb në rastin e që u diskutu në kohë të ISIS-it, që do zhvilloj ndeshja në Shkodër me kombëtarin e Izraelit. Keni parasysh diku nga 2016, më duket ka qenë. Më duket se ka qenë 2016. E ndeshjes po. Po e ndeshjes dhe shërbimet izraelite kishin përgjuar dhe kishin dilte që ky muhaxhiri etj. Kishte rënë në kontakt me persona në Shkodër dhe këta ishin organizuar që mund të bëshin diçka në ndeshje. Dhe ata u goditën shumë përpara ndeshjes. Ke parasysh rasti ishte një rast shumë i ngjashëm që nëse nuk do parandaloj bashkëpunimi shërbimeve shqiptare me inteligjencën izraelite, kemi parasysh ngjarjet e 72-shit kur një organizatë terroriste palestineze rrëmbeu gjithë ekipin kombëtar të Izraelit në lojrat olimpike. E rrëmbeu me gjithë avion dhe e vrau. Domethënë, ata synonin gjëra të tilla, që të krijonin diçka të tillë në një aktivitet të tillë. Por parandalimi, kaq bashkëpunimi, gjithë agjencitë u angazhuan dhe bashkëpunuan dhe gjithçka u shkoi në vendin e duhur. Okej, Karamuço, përveç ngjarjes që përmendi profesori të ndeshjes të vitit 2016. Duke 2016 ka qenë. A kanë ndihmuar realisht shërbimet e huaja në parandalimin e ngjarjeve të rënda në Shqipëri? Si shfaqen këta? Sepse rasti i Iranit është një rast i rrallë, ku kryediplomati i ambasadës është një kohësisht edhe agent. Rasti që përmendi profesori, që doli pak ditë më parë në media. Zakonisht këta i quajnë rezident, ky kanë varësi tjera. Sepse këta normalisht vinë ose sekretari parë, ose sekretari dytë i ambasadës, ose atashe, qoftë ky ushtarak. Atashe kulturor, ndonjëherë quhet kulturor për. Ka një kopërturë lokale brenda ambasadës. Pra, të vinë në nivel ambasadori do të thotë që është rezident, është një nga hierarkitë më të larta që organizon grupe të tjera në vete, brenda territorit ku ai punon ose kryen një veprimtari në koperturë. Ta them një gjë, Karamuço, unë një herë kam takuar krejt rastësisht, mu prezantua dikush dhe mu tha është atashe kulturor pranë një ambasadës, po e them, pastaj më vonë mora vesh që ishte pjesë e shërbimit. Po patjetër. Sekret të këtij shteti vendim. Po që prezantohen si atashe kulturor. Ata janë brenda ambasadës. Kurse ka pastaj e mora për atashe kulturor. Grupe, shiko, ne kemi këtu për shembull agent të huaj që vinë edhe në mbulimin e një biznesmeni. E që hapin dyqane, hapin sipërmarrje të caktuar dhe i kanë sipërmarrje, hapin agjenci, firma gjëra imobiliare, sepse me agjencitë imobiliare, agjencitë të tjera tregtare, ti ke mundësi që të survejosh një territor dhe të marrësh masa pa rënë në sy. Vjen si investitor, dhe këto janë investitor, edhe këto janë investime vitrinë që quhen ose koperturë, që nga ana tjetër kanë qëllim mbledhjen e informacionit në një territor të caktuar të shtetit shqiptar dhe për objektiva konkrete. Edhe këto bëhen bashkëpunim me autoritetet tona. Siç kemi pasur për shembull një person
i cili vajtin portin e Durrësit, tha jam atashe, erdhin me gjoja me mbulim, jam atashe tregtar i Ukrainës, ata i kërkonin dokumentat kyçiete, ndërkohë ai ishte një agent terreni rus. Dhe menjëherë është shpallur non grata dhe është deportuar. Sepse ne na ndodhin diçka, sidomos kur ka për shembull mbas Kosovës dhe mbas hyrjes tonë në NATO, ne kemi bërë disa operacione stërvitore të përbashkëta me vendet të NATO-s, sidomos në gjirin e Vlorës, detare, por edhe në zonën këtej nga Martaneshi, Biza, së fundi edhe me Kosovën në bashkëpunim me ushtritë e NATO-s, përfshirë ushtrinë amerikane. Ata do të shikojnë taktikat luftarake, si përdoren organizimi etj. Dhe ata po vinë. Po vinë që në port. Që në port pinë kafe të ca lokale që janë përballë me portin e Durrësit, aty janë lokale të larta, në kulla të në larta. rooftop, në taracat, dhe rinumërojnë automjetet, sa hynë, sa dalin. Automjetet kryesore vinë nga këto. Se kemi pasur raste që ka pas informacione që shënojnë që nga lart, i shikojnë aty, janë vetëm për atë punë. Dhe çojnë informacion. Informacioni mund të jetë i shërbimit sekret ushtarak të një vendi ose shërbimit inteligjent civil. Pra ka forma nga më të ndryshme. Në Vlorë pastaj kemi pasur tentativa që na janë bërë survejime të bazës tonë të Pashalimanit, edhe me dron. Kush e ka survejuar? E ka survejuar agent rus të shërbimeve sekrete ruse. Në mënyrë sekrete kjo, jo në bashkëpunim me autoritetet. Jo, sekrete. Tani në Rusë i kemi jo mik. Shërbim armiqësor. Ata na kanë shpallur vend jo mik, që me na kanë shpallur armik, jo mik. Armik. Domethënë shërbimet, po armik ne i kthejmë kur kemi përplasje të drejtë për drejtë më pas. Ata kanë bërë një listë, në rastin e Ukrainës, kanë bërë një listë për vendet armik. Armik edhe ndër me tyre kanë përfshirë Shqipërinë në konflikt. Edhe Shqipëria është vend armik për Rusin. Për Rusin. Meqense ne kemi mbajtur sepse ta quash armik do të thotë përplasësh direkt. Ne në këtë rast jemi indirekt. Na futën diku të parët në listë në Ukrainë, atë që thotë profesori. Për shkak se ata morën vesh që ne po trajnonim këtu ushtarak Ukrainës dhe çuam të parët armë në Ukrainë. Që pak thuhet kjo. Po që këtu kanë ndikuar dhe shërbimet inteligjente ushtarake. Po kemi pasur municione, artilleri etj. Kemi çuar, kemi vënë dispozicion të ushtrisë ukrainase. Kishim ne kapacitete për të çuar? Po kishim, kemi pasur stoqe këtu pafund. Gjysma e luftës në Ukrainë me tanket që kemi shkrirë ne është bërë. Se këto ishin disa prej këtyre ishin në proces demontimi në Shqipëri. Dhe aty u bllokuan si stok dhe u çuan. Përveç kësaj ka qenë një deklaratë me burime të hapura të një diplomati i cili tha që ne falenderojmë Shqipërinë për trajnimet që ka bërë, nuk duhet ta thoshte atë. E tha, sepse normalisht dhe edhe na ka bërë objektiv për keq nga ana e Rusisë. Pra që ky vend i vogël i keq djallëzor që ka marrëdhënie me SBA-n etj. Së fundi ka kontribuar në mënyrë modeste, por ka kontribuar nga vendet e para në Ukrainë. Dhe këto pastaj çojnë alertën e madhe, që pastaj janë ato ngjarjet që do t'ja u themi pak më vonë. Çojnë alertën e madhe që çfarë bëhet në Shqipëri, ku janë këto vende nga të cilat na vinë municione, a kanë këta kapacitete për të prodhuar, që mund të furnizojnë akoma Ukrainën. Dhe pastaj na erdhi ai grupi i atyre tre rusëve që e mbani më. Po, i fotografëve që. Pas kësaj na ka ardhur ai grupi të cilët fotografuan këto vende. Ende është pak mister. Ata bën dy misione. Patën dy objektiva kryesore. A ishin ata agent? Po, ishin agent. Po edhe janë agent. Po janë agent, patjetër. Okej, se ishte pak mister ajo ngjarje. Ka ca media dhe portale që duan të relativizojnë, nuk e di, inshallah, shpresoj ta bëjnë pa qëllim. Okej. Kuptova çfarë do të thuash, se e kam një pyetje edhe për mënyrën se mund të përdoret media në këtë rast. Ta bëjnë pa qëllim, por atave deklarimet që janë dhënë, të njërit prej tyre dhe më pas historiku i dy të tjerëve, tregon që ata janë agent të mirëfillt, që marrin detyra jo nga shërbimet inteligjente të rusëve të SVR-s, të shërbimet e jashtme, por të GRU-s, të shërbimeve ushtarake inteligjente. Të shërbimeve ushtarake. Dhe çfarë interesi kanë ata? Dhe ata patën dy objektive kryesore. E para shkoni dhe shikoni. E perifrazoi personi që e ka thënë. Shkoni dhe shikoni. Dhe sillni sa më shpejt informacion. Çfarë kapacitetesh ka për prodhim municione Shqipëria? A janë duke u vendosur këto në funksion të prodhimit të municione 556 për NATO? Ajo kalibri NATO. Dhe nga ana tjetër shikoni objektet me rëndësi kritike që ata kanë. Siç bën për shembull një nga gjërat ishte të filmonin digën e Bovillës. Me të njëjtën gjë këta ecën edhe me filmimin e digës së Kersonit në Ukrainë, e bombarduan dhe aty pati përmbytje. Mendoni që në një rast hipotetik, dakor, të sabotazhit edhe të krijimit pakësive natyrore në Dukje,
këta të bënin një akt të tillë terrorist. Tek diga e Bovilës. Digës, duke filluar që nga Laçi deri në Kavaj, ne do ishim të përmbytur gjithë. Të përmbytur të gjithë. Po pra, dhe këto janë objekte të rëndësisë veçantë, janë objekte kritike që quhen, në rëndësi kritike dhe strategjike njëkohësisht, që merren në ruajtje, në mbrojtje. Dhe këta ngrirnin dronët, siguronin informacion filmik dhe pastaj këtë e përcjellnin nëpërmjet makinës, kishin një aparat caktuar e përcjellnin në bazën e këtyre të shërbimeve sekrete ushtarake. Pra, do t'ju them që këta në vimësi duhet të parë thanat historike, çfarë ndodh më pas kundër masat që merren dhe ne si i ndjekim këta. Si i ndjekim ne këta? A është sistemi ynë ligjor, policor, i përgatitur për të bashkëpunuar teknikisht dhe etikisht me në rastin konkret ne nuk po i ndiqnim dot këta. Me keq ta them, nuk po i ndiqnim dot, se ta hyn një mbulim shumë të mirë. Ne nuk kishim shkëmbim të informacionit në atë kohë, ta vazhdonin si turist, e hynin kishin edhe mbulimin e mirë me ato TikToket e Instagramet që kjo ishte një influencer. Një blogere, një influencer, po pra. Influencer për këto zonat ushtarake dhe këto, por ishte dashuri i saj ishte në burg për spionazh dhe ra në burg prej kësaj. Ky informacion nuk ishte shkëmbyer në kohë reale me vendet partnere, nuk e kishim në sistemet tona, që të kishim mundësi ta identifikonin sa po hyrin në Shqipëri. Dhe u kap rastësisht për shkak se u përleshën me një dy ushtarë në zonën e Gramshës. Pra që aty filloi gjithë kjo histori e madhe dhe kur u hapën celularet, u hapën ato aparaturat e komunikimit e këto, aty u panë që këta kishin veprimtari të mirëfillt spionazh. Veprimtari të mirëfillt. Profesor. Për ta plotësuar profesorin, ne nuk do të shohim gjithmonë që do kemi spion me spaleta. Domethënë të jetë njësh, të jetë kështu. Rusi punon me agjenturë masive. Çfarë do thuash agjenturë masive? Agjenturë masive të rrish sa më shumë edhe përdori për një detyrë, sakrifikoj s'ka problem. Si i sakrifikojnë? Po si ja sakrifikimi dolen, ata u kapën edhe mund të përfundojnë edhe ai nuk i del një përdorim. Një përdorim, që kupton. Edhe spion, jo agent. Sun Tzu 500 vjet para Krishtit e ka trajtuar si kategori të sakrifikueshëm. Janë agent të sakrifikueshëm. Ai ka qenë është rekrutuar kundër një shpërblimi, një diçka, ka marrë një detyrë. Ai edhe po ta zbërthesh atë, ai aq do japi atë që ka bëu vet. Kurse po të zbërthesh një rezident ose të kapësh një që është pecokroso kështu, ai do të japi edhe linja, do të japi gjëra të tjera. Për ne këta nuk është se kanë qenë në për këto listat, edhe tjetë në databazet që shiko këta janë agent. Zakonisht janë kategori tjetër ata që janë për këto lista që njoftohen gjithë vendet. Që shiko, ky është për shembull rezidenti, ky këtu, ky aty, janë agent. Këta janë po i themi informator të rëndom të atij shërbimi. Dhe ata japin informacion atij shërbimi. Mënyra se si kanë vepruar ka qenë shumë amatoreske, domethënë. Shkosh zihesh atje ose të dalesh kur atje ke baza lëvizin 5 veta në ditë gjithsej edhe këta të shkojnë 3 veta dhe të bëjnë fotografime, të bëjnë, domethënë nga mënyra se si kanë operuar, tregon që nuk kanë qenë nivel. Nuk ka qenë nivel, gjithsesi ai ka marrë një detyrë, mund të jenë i shantazhuar familja e tjerë, mund të ketë arsye të tjera që është vënë në dispozicion në shërbim të atij të asaj agjencie. Gjithsesi nuk mund të themi ne në kushte ku Shqipëria është e hapur, është e pamundur, këtë që thot profesori është e pamundur që ne ti identifikojmë do të gjithë që në fillim. Ti duhet ngresh rrjetën këtu, që për ato në rrugë ligjore, që do kapi rrjeta, përveç atyre që vinë me informacion, ti të zbulosh, të fillosh që këtu, kush është dyshimt, dhe gjithë kjo bëhet nëse ti ke një rrjet sekret. Pra, ke një rrjet kundër zbulimi këtu. Pra, shërbimet tona të inteligjencës, policia e tjerë, kanë informatorët e tyre dhe ato japën që shiko është pa një lëvizje dyshimit, është pa kështu, është pa ashtu, edhe më njëherë fillojnë drejtohen projektorët tek ai person pastaj edhe fillon ndjekja. Kemi ne kapacitete apo na duhet ndihmë? Absolutisht që kemi kapacitete, janë trajnuar, po ta thash un pak që kapacitetet ngaherë janë edhe me anën financiare. Për shembull, nëse ti do kishe një shërbim me dy fishin e këtij shërbimi që është sot në numër në numër sidomos që të operonte, po ne kemi ardhur gjithmonë duke i shkurtuar. Pse? Kështu ka qenë kapacitet. Edhe fondet dhe burimet njerëzore. Ka qenë kapacitetet tona. Por këta që janë Shqipëria ka detyrime partneriteti edhe me NATO-n.
Shqipëria është e detyruar dhe po i plotëson gjitha standardet, sepse në NATO mblidhen e shefat e shërbimeve sekret, mblidhen një herë të caktuar, shkëmbejnë, po, si mblidhen pra me kategori. Kështu që ne kemi detyrim dyfish tashmë, ke edhe për veten tënde, po ke edhe në raport me partnerët tjerë dhe në raport me NATO-n. Tek ne nuk është se operon vetëm shishi si agjenci. Nëse do ta shohim për nga misioni që kanë, operon edhe Agjencia e Inteligjencës Ushtarake. Edhe ajo ka, për shembull, shumë mirë, ai ishte një repart që mund të ishte në administrimin e Ministrisë Mbrojtjes. Unë nuk e di në administrimin e kujt ka qenë ai, po të ishte në administrimin e Ministrisë Mbrojtjes, edhe ata do të kishin agjenturën e tyre, mund të jepë informacion nëse këta nuk do kishin qenë kaq diletant në mënyrën se si kanë dashur të mbledhin informacionin. Pra, dikur jepë informacion që është afruar tek baza, ka shpreh interes, ka kriju kontakte me kështu. Tjetër, tek ne janë edhe dy agjenci tjera shumë të fuqishme të cilat kanë agjenturë të fuqishme. Pra, nuk janë vetëm dy shërbimet të quhen shërbime inteligjente. Këto e kanë zbulimi, parandalimi dhe ndërprerja e aktivitetit antikushtetues ose veprimtarisë kundër shtetit. Pra nuk e kanë goditjen këta. Goditjen e ka janë struktura tjera që kanë në vendin tonë. Shërbimet sekrete nuk kanë kompetenca ekzekutive. Bile është në teoritë e këtyre, nuk duhet të kenë kompetenca ekzekutive të bëjnë arrestime, nuk duhet bëjnë. Tek ne kemi Policia e Shtetit, ka një departament, është ligji mbi Policinë e Shtetit, i jep të drejtë policisë që të bëjë rekrutime. Ka ne në të veçantë në ligjin e Policisë së Shtetit, mënyrë se si bëhet, po njerëzit i bin pak kështu, nuk e lexojnë dot ose nuk e kuptojnë kur e lexojnë, është nen i veçantë. Rrjeti informativ policor. Rrjeti informativ, inteligjenca kriminale quhet. Si quhet inteligjenca kombëtare për sigurinë kombëtare, aty është inteligjenca kriminale. Pra edhe këtu, brenda këtij departamenti, që është departamenti i hetimit, ka disa drejtori të cilët kanë drejtën të organizojnë punë, të ngrenë rrjet informativ. E tillë është drejtoria antiterrorit, që bashkëpunon shumë me partnerët tanë, pra kur vjen puna për ta shkëmbyer. Ndërsa një agjenci tjetër akoma më e fuqishme që ja njeh ligji të drejtën e rekrutimit është agjencia është ajo që quhet kjo agjencia e mbikëqyrjes policore. AMP-ja. Po ta shohësh ligjin e AMP-s, unë e marr pak me atë ligj. Ligji i jep kompetenca të jashtëzakonshme, domethënë siç është FBI-ja, është AMP-ja. Pra, është shumë e rëndësishme, po deri tash nuk është se i kanë ushtruar gjithë këto kompetenca, por edhe ata një pjesë kanë të drejtën të organizojnë rrjet sekret, të bëjnë rekrutime, të bëjnë gjithë, por brenda drejtimit të saj që lidhet me strukturat policore, me Ministrinë e Brendshme. Pra si ajo që ajo është agjenci e inteligjencës ushtarake, edhe ata nuk kanë drejtë të kryejnë veprime procedurale. Kurse AMP-ja, ndryshe nga këto kryen veprime procedurale. AMP-ja është po ta din ta zbatojnë atë që thot ligji, domethënë, jo nuk din, po siç duket jemi akoma në fillime. Domethënë, SPAK-u nuk i afrohet me këto kompetenca që ka AMP-ja. A SPAK-u nuk i afrohet? Nuk i afrohet. Pra AMP-ja është edhe më e fuqishme se SPAK-u do i afrohet. Në atë që i thot ligji, edhe ligj zbatues, edhe procedural, ka edhe inspektimin. Ka gjitha, ka vlerësimin për dhënien e certifikatit të sigurisë, do ka kompetenca të papame. Dhe kur u bë ky ligj për këtë arsye u bë, u mor modeli FBI-s. Domethënë siç ishte kjo agjenci brenda FBI-s që merrej me. Kështu u krijua dhe AMP-ja brenda. Kështu u krijua dhe AMP-ja. Pra ne kemi struktura, janë pra numëron 4, nëse mund bëhet edhe në një tjetër. Pra, Amerika ka 17 ose 19 struktura inteligjencë që merren, unë kur them inteligjencë, them ato që kanë drejtë të bëjnë rrjet sekret informativ. Pra, ka shtete që kanë shumë. Ai ka edhe thesarin, është agjenci inteligjencë edhe agjencia thesarit. Pra, rekruton informator, punon në tjerë. Ne kemi 9 agjenci inteligjente në Shqipëri. 9 agjenci inteligjente? Por nga këto 8 janë për fusha të veçanta, me objekt veprimtarie të kufizuar, ndërsa njëra Shishi, që është me objekt të përgjithshëm, pra ajo është mëma e të gjithë agjencive të tjera. Po mirë Karamuço, a rekrutojnë këto agjencit tona njësoj si rasti i rusëve që ju përmendet? Interesi amerikan ka qenë që edhe në Shqipëri ne të kemi një çati
çati e cila, siç e ka për shembull Amerika mas 11 shtatorit, kërkoi që të kishte një organ koordinator midis agjencive të inteligjencës, sepse 11 shtatori dështoi fragmentarizimi i informacioneve dhe mos koordinimin ndërmjet agjencive. Nuk funksionon të fjala inteligjencë. Dikush merrte një informacion fragmentar, dikush tjetër dhe nuk bëheshin bashkë për të kuptuar gjithë panoramën e përgjithshme se çfarë po ndodh. Ajo është kërkuar edhe në Shqipëri. Për shembull, midis policisë që përmendi profesori dhe shërbimi informativ, ne kemi rolin e koordinatorit. Pra, aktualisht, por a do ngelet thjesht një koordinator që do të thotë ato që mbledhim ne si informacione nga rrjeti informativ kriminal i policisë, koordinohen nëpërmjet një koordinatori me shërbimin informativ shtetëror dhe shikohet çka ka të përbashkëta, çka ka interesa dhe pastaj shkëmbehen këto informacione për detyra të caktuara. Tani duhet një çati e madhe. Deri tani këtë e bën Shishi. Po ai sa mund ta bëj me atë lloj resursesh, kapacitetesh, burimeve njerëzore etj. Dhe nuk i ka të pakta. Për shembull 200-300 metra nga këtu, tani s'është në sekret për të thënë. 200-300 metra nga këtu. Po, do bëhet një qendër shumë e madhe. Çfarë qendër? Qendër e madhe strategjike e inteligjencës, që do të zhvendoset pra Shishi nga ato më thonë za, më vjen keq ta them barakat e kohës Italisë, ato të ushtrisë që kemi pasur, do të zhvendoset zyra në një kompleks shumë të madh, diku mbi Tiranë. Mbas Saukut do të zhvendoset dhe do të ketë një hapësirë shumë të madhe për të kryer të gjitha detyrat etj. Në kompleksitet rajonal partneriteti. Po, pra që nuk do jetë vetëm për Shqipërinë. Ky ishte shkaku dhe i vizitës që pati së fundi shefja jonë e shërbimit informativ në Shtetet e Bashkuara, ku nga çere kore që ishte lënë ai debati kokë më kokë me shefin e CIA-s aty, Redflick, zgjati diku 45 minuta. Dhe u diskutuar për këtë për interesin që ka, ato nuk merren me shkurt, për interesin që ka. Domethënë zgjatja zgjatja e takimit do të thotë që ka interes nga ana institucioneve tona partnere. E sigurisht edhe ata kontribuojnë në gjithë këto zhvillime që ndodhin. Dhe është reformuar goxha. Për shembull, ngelin akoma i shikoj edhe në retorika kështu panelesh që thonë aty ka ngel sigurimin, aty s'ka asnjë sigurim i shtetit. Nuk ka asnjë. Edhe për shkak të moshës tyre, janë shumë, domethënë aty mund të ketë akoma profesor në 87-88-s. S'ka lidhje me jo nga ata që këta jeton xhelat, dhe jo mund të ketë tek tu, po jo në një funksion të rëndësishëm që ti tanat e moshës i thuash ky është xhelat i kohës komuniste. Jo, nuk ka. Tani këto të dhëna nuk merren vesh, ata kanë sistemet e rimës të tyre, të karrierës së tyre, por që nga ajo që jam interesuar më thonë që nuk ka. Pra, ka dhe njerëz që duan ta anatemojnë, e ta shikojnë, e ta përlyejnë ende, por për shembull ne Shishi ka përmbysur ose më mirë po tenton të përmbysë atë imazhin e vjetër, që mundohet të ngulur në mentalitetin tonë. Jo, do ta them këtë. Që këta janë spionët, këta janë kohës komunizmit, janë sigurimsat, ajo, Po mi, kjo është imazhi që perceptohet. Duan ta, edhe imazhin e 97-s. Edhe imazhin e 97-s. Kanë një, pra po bëjnë një PR, kanë një faqe, po nxjerrin disa raporte që janë burime të hapura ku kanë dhe gjëza për ngjarje që ndodhin, po i zbukurojnë. E veshur me mister është ky, i gjithë ky si institucione. Çdo shërbim inteligjent kështu është. Mister është pak. Shikojnë trajtimi financiar ka ndryshuar komplet nga ajo që ka qenë më përpara, gjenerata e re që kërkojnë ta të rekrutojnë. Tani këtë të rekrutimi duhet kuptojnë. Si rasti i rusëve, që kishin rekrutuar jo agent, ne po spion. Çfarë rekrutojmë ne? Këtu bëhet fjalë, profesori ka fjalën për rekrutim në nivelet të shërbimit në staf, bëhet fjalë për specialistë, për personel, për specialistë. Pse thuhet për shembull që filan politikan ose filan zyrtar është spion i shërbimit? Nëse ato janë pjesë e luftrave e debateve. A ndodh për shembull që shërbimet me mënyrat e tyre të shantazhojnë ose të kenë absolutisht që kanë ndodhur ka dhëna për shantazhet në nivel botror, president botës, vendet të fuqishme që janë shantazhuar. Edhe janë nuk po e diskutojmë, po unë desha t'i kthem pak asaj që tha profesori për punën e ngritjes një kupole. Shiko, është shumë e rëndësishme. Unë paktën duke qenë edhe në për debatet që kam marrë pjesë, kam ngritë herët që ne duhet të bëjmë të kemi një agjenci qendrore koordinimi. Pra, profesori tha që bëhet me koordinator. Kjo është një për momentin. Por kur dështoi Amerika, që Amerika ka 19-20 shërbime inteligjente,
dështoi me 11 shtator dhe një nga arsyet e dështimit ka qenë mos koordinimi. Dhe po të them unë çfarë informacionesh kishte në nivel. Kishte informacion nga FBI-ja, nga inspektorët FBI-s në X zonë që këta të 11 shtatorit po trajnoheshin për të bërë pilot dhe kishte bërë një raport ai trajneri dhe thoshte, "Ore më bën përshtypje se këta interesohen vetëm për ngjitje, nuk interesohen për zbritje." Për zbritje. Po trajnohen për zbritje. Nuk po trajnohen për, domethënë kjo dytë, ndërkohë që një inspektor FBI kishte njoftuar që ai kishte kthy një përgjigje tillë që të lutem zbaton ato që thotë, kjo është si themi ne dhe mos u merr me këtë punë. Bile këta njërin nga këta i kishin sekustruar edhe kompjuterin. Ishin gjetë gjëra shumë interesante. Nga ana e teknologjisë ishin kapur përgjime të këtyre personave që Amerika i kërkonte miqëri të fshehur në vendet arabe e tjerë, të cilët thoshin që shiko, komunikon njëri me tjetrin, këto ditë do ndodhë diçka shumë e rëndësishme, do ta shohësh, do të jemi të gëzuar etj. Po të ishin këto në një kupol, ky informacion kishte shkuar edhe nga X shërbim, edhe nga agjencia, shkonte dhe bësh një analizë të ditë një produkt analitik që ishte krijuar, do ishte kërë panorama plot dhe nuk do kishte ndodhur një shtatori. Dhe kjo është analizë zyrtare e Departamentit të Drejtësisë. Raporti diçka izraelite, se ju boshatisën dy kullat nga prezenti. Ato janë pastaj janë pa konspiracione ndoshta. Pa konspiracione. Pakistanezët, quan diçka sauditët, pra kishte informacione që vinin. Po të analizoheshin gjitha bashkë. Muaj përpara 11 shtatorit, kishte informacione nga shërbimet partnere. Kështu që tek ne është domosdoshmë ka ardhur koha për të përgjigjur nivelit sodëm, të ketë, ne nuk themi që të ketë një agjenci tjetër që edhe këta të kenë drejt bëjnë rrjet sekret. Jo, kjo të jetë një agjenci e cila të merret me vetëm me analizën. Bashkërendimin, pra të nxjerrë një produkt analitik në fund, dhe ky produkt analitik është të jetë niveli strategjik. I shkon mes për mes presidentit, kryeministrit, ministrit brendshëm, ministrit mbrojtjes etj. Sa duhet di sipas nivelit së cilit. Kështu funksionon gjithë bota. Po ne jemi akoma, besoj se do vi koha që do të marrë një drejtim të tillë kjo. Ne kemi bërë një përpjekje, të paktën në 99-2000 kur unë kam qenë drejtori i policisë kriminale, unë nga që vija dhe vetë nga shërbimi informativ, isha shumë i dhënë për këtë edhe doli edhe një urë dhe kryeministri, po ideja ishte që jo po ju dhënë dhe juja çoja një shikut ose informatorët tuaj ti di edhe shiku. Pastaj kjo ndërpresa, kjo është shkelje ligjore dhe mbeti aty ky nivel, domethënë nuk ju shërby siç duhet. Kurse sot kjo mund bëhet edhe mund ta kërkojë koha këtë. Dhe kjo çfarë bën që gjithçka të jetë në nivel qendror, informacioni. Shiko, informacioni është pushtet, po pa të informacion ke gjithçka. Kush e ka informacionin këtu? Po themi edhe nga krerët e institucioneve. Informacionin e kanë shërbimet, agjencitë, secili ka, po shërbimet të cilët patjetër presidentit, kryeministrit i çohet informacion non-stop. Sipas nivelit presidentit i çohet ashtu edhe shërbimi informativ ka varësi, shefi shërbimi varet direkt nga kryeministri, po çon informacion edhe presidentit. Pra, ndërkohë që paktën në kohën që isha unë atje ne kishim praktikën që i çoshim informacion kryeministrit, pothuajse një herë në javë në nivel strategjik, pra linjat kryesore të trafiqeve, këto gjë që dikur nuk kishte qenë si praktik. Nuk don kryeministri me ditë që X-i është kështu, Y-i është kështu. Ai do me ditë cilat si funksionon, si luftohet, si mund ta luftojmë, si mund bëhet. Pra nuk don emra, edhe nuk çohen emra këtu. Nuk çohen emra. Po nuk çohen emra se nuk ka, pastaj nëse një autoritet shumë i lartë del ka informacion që ka problematike, ai mund të ashtu. Edhe për shkak të eksperiencës tuaj Erla, në to kabinetet e mëdha qeveritare, është një person i cili vjen me një zarf kafe gjithmonë, edhe futet orë pa orë te kryeministri. E di. Po, edhe ulet aty dhe duhet të jetë prezent aty. Pra nuk do ta lërë dhe tiki. Ta lexoj ta marrë me vete. Edhe ta marrë me vete dhe lëshënim me kryeministri ose presidenti i Republikës. Mund të ketë në staf vetëm këshilltarin për sigurinë kombëtare, personi konkret që e sjell, mund të jetë kryeinspektori, se kemi shef shërbimi dhe kryeinspektori që është personi i cili e ngarkon kryeministit. Zakonisht vjen gjithmonë i njëjti. Vjen ai i njëjti, ai i njëjti dhe kur vjen ai do boshatiset. Ma kujtove. Ngacmova. Dhe do boshatiset gjithë zyra komplet sepse duhet edhe diskutohet gjëra të caktuara. Për shembull nganjëherë për informacione të karakterit të rutinë, që këta bëjnë gabim që ja çojnë kryeministrat tanë. Ka dhe nxehje, ka dhe tensione të panevojshme. Për shembull një kryeministri aktual thoshte që këto thashëthemet që bëjnë këta, sepse normalisht ata kanë burimet e tyre.
që pastaj formsojnë atë raportin që çohet. E raporti është i rëndësishëm. Por për gjëra fare të rëndomta. A ka interes kryeministri për këtë? Sigurisht ka interes në rast në një vendimarrje, që duhet të ketë edhe informacionin përkatës para se të marrë një vendim, çfarë po ndodh, kush ka thënë, si, qysh tek. Po jo gjithmonë kjo, dhe kjo kur vinë shërbime të forta partnere, shumë të fuqishme, flasim këtu për CIA-n, flasim këtu në aktivitete të mëdha, në vizita kryetarë shtetesh etj, siç ishte edhe rasti i Papës që na erdhi vizitet, vinë përpara, vinë që bëjnë rikognicionin e terrenit. Dhe ata mbledhin një informacion. Çfarë do të rikognicionit i terrenit? Një kontroll dhe skanim të gjithë terrenit, grupeve kriminale, grupe me rrezikshmëri, akte terroriste, kjo ajo, për gjithçka. Kërkohet shërbimi të bëjë raport për këtë. Shërbimit inteligent policisë. Edhe bëhet raport, edhe për shërbime jo mike. A ka kërcënim? Edhe sa është niveli i kërcënimit? Dhe ata kur ikin lën një dosje të madhe. Dhe thonë, shikoni, ne bëm atë skanimin ton dhe ju mund t'ju shërbej kjo. Për shumë në rastin e vizitës jo të presidentit Bush në atë kohë, i vajtën... Kanë ardhur edhe kur erdhi Hillary Clinton. Po, patjetër. Bën një, sidomos për këtë rast, bën një rikognicionë që ishte gjys inteligjent, gjys ushtarak, në të gjithë itinerarin që do përshkonte presidenti Bush, qoftë edhe në fushkruj, dhe me ato aparaturët që kanë, sa ta bëjnë skanim dhe nga ajri, nga toka, grupe inteligjente të terrenit, të rikognicione këto, dhe thanë, ore, njëri ka dinamit, ka eksploziv, se si e kapën ata, ka aparaturat veçanta se si bëhet kjo, dhe këta i vajtën a ishte për ato, grupat e gëlqerët, si bëndë shpërtime, po e rrethuan atë. Pra, shkëmbimi i këtij informacioni, ne nuk e dinim këtë. Pra ne si shërbim i joni, qoftë edhe i karakterit policor, inteligjent, nuk e dinim këtë fare. Dhe lanë edhe shumë nga këto shtëpi që kanë armë, kanë, ku i kanë, si i kanë, etj. Dhe u bë një thirrje në atë kohë mbasi ikën që shikoni dorëzojnë ato armë që keni se ne tani e dim. Pra, këto na ndihmojnë shumë ne. Po mirë, Karamuça, me që jemi në këtë pikë, a ka dieni për raste konkrete kur shërbime si CIA, Mossadi apo Mi-6 kanë ndihmuar në parandalimin e krimeve? Tani, profesorit përmendi rastin e Shkodrës. Rastin e Shkodrës të ndeshjes. Ajo është një kontribut dhe ndihmë dhënë nga shërbimi sekret ushtarak i Izraelit. Mossadi. Jo Mossadi. Kanë një shërbim të veçantë të IDF-s së tyre, ajo ka patur interceptoi një bisedë. Dhe nga bisedë pastaj u vua alarm i madh, u zhvendos stadiumi, erdhi normalisht për atë ngjarje nuk është dënuar njëri. Më shumë janë dënuar në Kosovë se sa në Shqipëri. Në Shqipëri nuk u dënua asnjëri. Por ishte një ngjarje që u kontribuar shumë që mos ndodhte, pra u parandalua që mos ndodhte diçka shumë e madhe. Të CIA-s ne kemi CIA-n një partner shumë të ngushtë në Shqipëri. Dhe mbas çdo ngjarje ne themi shiko se po mos ishin dhe ata nuk bëhej kjo punë e tjera. Pra nuk identifikojmë një rast të themi këtu CIA ka ndërhyrë po mos sepse CIA ndërhyn gjithmonë. Ju përmend rastin e ne përmendem këto që janë publike se mund të jenë me qindra ato që s'janë bërë publike. Për shembull një rast që di unë që erdhën vetë agjentë të shërbimit inteligjente amerikane ishte rasti kur rrethua zona e shkollës i shtëpisë partisë lart diku tek mbi gjimnazin Partizani. Ku kishte dy terroristë që u dyshua fillimisht dy terroristë dhe që ishte vetëm njëri që u gjet në banesë egjiptian që kishin marrë pjesë në akte terroriste dhe duhet të kapeshin të gjallë. Dhe aty u bë një koordinim me policinë e shtetit, por ai qelloi kundërpërgjigj me armë dhe ata e vranë. Dhe ata u mërzitën shumë. Do ta tregoj në detaj sepse kam qenë një nga protagonistët jo po ta mbaroj profesori. Dhe sepse kam një pyetje para se shkoj në reklam. Është plagosur komandant Didin atë kohë? Po, ai mori një plumë. Kam po. Edhe kjo ishte një nga rastet ku këta rinin backstage sigurisht, por rinin aty sepse erdhën ato stafat vetëm për këtë punë. Pra kaq të rëndësishëm këta e konsideronin këtë personazh, por sigurisht me ndihmën e policisë shqiptare. Ne nuk e dinim që ai ishte këtu. Pra vinë ata kërkojnë ta marrin sepse ka një ai mund të kryente një akt terrorist edhe këtu. Ne e kemi ditë, po ne nuk e kemi ditë se çfarë profesion për Amerikën ai. Çfarë profesion për Amerikën? Nuk e kemi ditë, po ne e kishim unë po flas. Jo, me që keni qenë protagonist. Unë atë asaj mallësie që dinin ata. Ne dishim si person, për shembull, unë isha drejtori i shërbimit në Elbasan. Dhe me rrjetin ton morëm informacion njëri nga këta kryesorët, njëri nga këta serviste fëmijët në një ishte imam xhamie dhe serviste fëmijët. Fëmijët adoleshentet i bënte përgatitje ushtarake. Dhe ne na erdhi informacioni plus asaj që edhe i nxiste kështu. Edhe ishin shkuar disa parrulla, ishin prish disa kryqe kishash etj. Dhe ne si shërbim po punonim shumë këtë dhe identifikuam 1, 2, 3 dhe u morëm i drejtuam bateritë këta.
Edhe ne në bazë ligjit shqiptar, në bazë kodit, domethënë nëse këta nxitu rrjetin fetar etj, ne i kishim për këtë punë. Ndërkohë që informacionet ishin dërguar në qendër dhe erdhen një ekip duket koordinuar sepse ata ishin në DNI, kishin oficerin e kontaktit e ne, erdhen një ekip i madh i tyre dhe erdhen edhe zbarkuan edhe në Elbasan. Nuk përbën sekret se ka 20 vjet, 30 vjet kjo, ishte 7 vjet. Se deklasifikuar, ata personat kanë shkuar në botë tjetër dhe erdhën dhe kur ja vum doset përpara ne, ata u habitën, thanë si ku e dini ju? Ne ndjekim bazë ligjit shqiptar, se qa dini ju na thonë ju tash. Pra për çka kishin bërë? Ata thanë hiqeni të dosin, se keni të bile. Bile ata kur hapën fotografinë thanë, a mund të bëjmë, mund ta gjejmë, sepse ai ishte me 3 emra. Ne kishim emër tjetër, këta kishin me emër tjetër. E kupton? A mund të bëjmë një fotografi, ne bëm një operacion shumë të thjeshtë, kështu edhe bëm një foto të momentit, të çastit me aparaturët e tyre. Ka pas foto të vjetër. Foto të vjetër e doshin për ta konfirmuar këta. Dhe doli që aty tashmë ishte strehuar kjo Gjihad Islamik Egjiptian, që më vonë Ajman Zawahiri ishte në kryet kësaj dhe Mohamedi vllai, edhe më vonë këta u bën ishte lidhje Bin Ladenit dhe më vonë ky e zëvendësoi Bin Ladenin derisa u vra nga amerikanët. Dhe ky kishte një nga komitetet më të fuqishme, kjo organizatë kishte ngritur në Shqipëri. Komiteti i përgatitjes së dokumentave për operativet atyre për largimin për t'i dërguar në perëndim. Nuk është se kishin detyruar të vepronin për momentin në Shqipëri. Pra, dhe ky ishte një person, një emrin Ebu Mahmud thritej, Ebu Mahmud thritej, dhe emri i tij plot kur doli pastaj kur erdhën këta të nesme që na i sollën dhënat, ai kishte marrë pjesë në atentatin ndaj kryeministrit atje. Ishte i hershëm që me grupe që kishin marrë pjesë në atentatin ndaj ish presidentit kjo organizate, atë profesor Vllazrin, me Vllazrin muslimanë në fillim, pastaj ishte shkput, e arrestuam atë në Elbasan, tjetër e arrestuam këtu tek është bërë një operacion fantastik, po njerëzit nuk e kanë ditur, nuk e kanë ditur ke ura, ke rruga Elbasanit, mund mesurës. Unë mesurës, po, jo ura tabakë, ka jo ura lanës, që i thënë. Ato është bërë një operacion spektakular, ai u nis nga Elbasani bashkë me një tjetër dhe ne morëm informacionat natë që ky do t'ikte domethënë pas arrestimit të parë, ky do t'ikte, kishte për biletën, do ikte në Francë. Dhe çfarë bënte këtu? Ishin me aktivitet, ishin të instaluar nëpër xhami, nëpër këto, domethënë aktiviteti i tyre ishte, këte kishin si kopertur për ndihmë, por në fakt në të vërtetë ata synimi i tyre apo ata ishin suport për organizatën, pra, për të kaluar operativet e tyre në perëndim, për të vepruar në perëndim. Edhe ai lëviz me furgon në Gdhir, pastaj në mëngjes u shoqëru me grupet edhe u arrestu këtu. Pastaj është rasti që përmendi profesori. Ai u fiksu se ku ishte, normalisht ata kishin, edhe amerikanët ndihmuan shumë. Të gjitha këto, domethënë, u bën bashkëpunim shërbimi sekret shqiptar me shërbimin amerikan. Dhe ka dokumenta, ka butime dhe gazeta që është një nga operacionet më të suksesshme të CIA-s në atë kohë, sepse s'kishin ndodhur ato që e zu botën më mrapa, jo një mbështetore këto. Por në atë kohë ka të gjej gazetën, unë është një gazetë 98-ën. Është quajtur një nga operacionet më të suksesshme dhe për tu hakmarr kjo organizatë çfarë bëri? Në Londër këta nxirrin një gazetë që quhej Gazeta El Hayat. Dhe në këtë gazetë ata nxorrin një shkrim që do ta marrin vesh shumë shpejt amerikanët për atë që bën vëllezërët tanë në Shqipëri. Nuk ka gjatë 2 javë ose diçka në gusht, ata bën 2 sulme vetvrasëse, vranë 10 amerikanë në Tunizin ambasadën dhe në një nga këto ambasadat e tjera. Për këtë ngjarje, hakmarrje për këtë ngjarje dhe hodhën me kamikaz, me kamion kamikaz, u goditën në Kenja dhe Nairobi. Dy sulmet ambasadë në Kenja dhe Nairobi. Si pasojë që ka punë ditësh, domethënë. Punë ditësh si hakmarrje për aty. Është hera parë që thuhet në studio kjo. Unë e kam dëgjuar, por nuk e kam dëgjuar asnjëherë. Pra që ajo tentativa për ta arrestuar sepse ne azësuam atë. Për shkak se ajo kundërpërgjigj me armë, lavatriçe si u futa, dihen të gjëra. Po, këtë ngjarje e kujtoi domun. E azësuam, në fakt ata e donin të gjallë për shkak të që tregonte për grupin tjetër. Kjo nuk ndodhi. Por është hera e parë që bëhet publik ky fakt që
u mor nga vllazëria mesazhi çka ndodh në Shqipëri, u bë kërcënimi dhe pastaj si pasojë e kësaj u goditën dy ambasadat. Dhe ajo është një ngjarje jashtëzakonshme në kohën e Clinton, presidenti Clinton atë. U bë një ngjarje jashtëzakonshme, u vranë me qindrave diplomate, banorë etj. Ka qenë koordinuar në të njëjtën orë të dy shpërthimet. Edhe sot shumë pak veta e dinë që kjo ka lidhje me Shqipërinë. Kjo ka lidhje me Shqipërinë. Kështu që ka qenë njoftim ekskluziv këtu këtu. Që falenderoj. Karamusho, të bëj dhe një pyetje para se të shkojnë në reklam, ose pastaj kam dhe disa pyetje. Tani, flitet, se thash që kjo është një temë që ka shumë konspiracion. Si ta thuash, si mos ta thuash? Jo, dakord, po. Flitet për shembull që shërbimet huaja që punojnë këtu në Shqipëri, instalohen, bëjnë dosje për politikan, mbledhin informacione që pastaj i përdorin. Janë të vërteta këto apo jo? Si janë vërteta? Atë punë kanë ata me bë dosje. Ata bëjnë dosje. Ne bëjmë dosje atyre. Ata mund të korruptojnë, ata mund të vënë në shërbim të tyre me material shtrëngues. Se këta politikanët tanë kanë diçka që kur shkojnë jashtë vendit, shlirohen nga këto. Se thonë nuk na ndjek njëri tani hajde, hyj kazino. Pra harxojnë kazino, hotelet shtrenjta. Shko në vende ku s'duhet shkosh, edhe prit në hotel njerëz që s'duhet i presësh. Dhe ata merr kontakte pa dëshiruara. Mirë filmojnë, fotografojnë, edhe bëjnë dosje dhe pastaj kur vjen dita që ky person bëhet i rëndësishëm në vendin e vet, në Shqipëri në rastin konkret, ata merr një person kontakti shumë miqësor, afrohen dhe thonë shiko, ne duam që ti të bësh këtë punë. Na vështi informacion dhe këtë. Nëse kjo është, nuk është, pra si metodë, është mira vjeçare, nuk është e sotmja, që në kohën e Kinës lashtë. Problemi është që këta bie në Gratska akoma, disa prej këtyre, mendohet, ha? Okej, kështu flitet, pra, kështu thuhet. Kështu thuhet. Edhe i thonë urdhë, po këto, po kjo, po kjo. Dhe pastaj i përdor. Po. Tani mos i hym sepse ka pasur raste që dihen, po nuk i provon dot, sigurisht. Nuk ngrenë aq shpesh tek ne ata. Disa nuk është se kanë, domethënë, për shembull ne kemi pasur tentativa funksionar të lartë për shumë policisë shtetit ose të antiterrorit ose të shërbimit informativ. Kur shkonin para luftës së Ukrainës, shkonin në Rusi për shembull. Edhe aty tundoheshin, për shembull, ju shkonin në derë, ju shkonin vajza të reja, djem, sepse mendonin nuk kishin orientim ndryshëm seksual. Ka ndodhur një rast konkret që vajte një vajzë brune, ky e përzuri. Se e dinte, ja kishin thënë që ore do mbash të qendrim, sepse do të provokohesh. I çuan një bjonde prap. Mas brunës i çuan bjonde, pronën edhe përzuri. I çuan një djalë në fund, se thanë mos ka orientim të ndryshëm, edhe djalin e përzuri. Atëherë thanë ky nuk hajde ndryshojmë taktik me këtë, ndryshojmë metodën që të sigurojmë një informacion shtrëngues në një formë tjetër. Por ai ishte shumë i kontrolluar, sepse i kishte thënë kujdes se në Rusi bëhet kjo. Pa bëhet vetëm në Rusi jo. Në gjitha këto vende, edhe në Serbi të shkosh, nëse duan ta merren, mund të futin një material komprometues në makinë, mund të bëjnë gjëra nga më të ndryshme. Nuk po them këto vendet e largëta Kina dhe këto, jo. Kina nuk ka një qasje kaq agresive sa çka Rusia, sa çka Serbia, shërbimet sekrete, këto vendeve jo mike. Në vona ka dalë Irani, se kemi pasur ne. Domethënë Iranin ne e morëm si dhuratë në kuptimin e përplasjeve të ndatë shërbimeve vetëm për shkak të qendrës aty. Po këto njohim ne si dy vendet kryesore që kanë veprimtari konkrete. A ka politikanë që kanë shërbyer dhe shërbejnë për llogaritë tyre? Patjetër që ka. A dihen? Jo të gjithë dihen. Nuk dihen. Jo të gjithë dihen. Mbahen në shërbërinë disa prej tyre, patjetër që mbahen. Kjo është detyra e shërbimeve tona fundit. I mbajnë pra dhe shërbimet tona shërbim. Nganjëherë ti mund të bësh gjëra pa dashje. Dhe duhet verifikuar nga institucioneve tona, ore ky ka një lidhje konkrete apo e ka bërë këtë rastisht dhe nuk e ka menduar. Pra s'ka lidhje fare me këtë. Sepse siç hyn në një përpunim të caktuar një person, ashtu dhe del ku shikohet që nuk ka lidhje me agjentura konkrete. Por aman ka pasur raste që ne kemi pas nivele të larta të kabineteve qeveritare të kapura në Tiranë, në Shqipëri, me agent të shërbimeve sekrete ruse, në restoran. Dhe për shkak të tyre ne kemi kërkuar heqjen e tyre nga gjitha këto kabinet. Kemi pasur raste konkrete pastaj që janë me burime të hapura, që vetë Shishi i ka përmendur në kontakte me shërbimet sekrete kineze në Shqipëri, patjetër që kanë çuar informacion dhe ka kapur të dera ambasadës. Keni një filmim që ka dalë nga iranianët, atëherë në atë kohë, ndiqte antiterrori, formë koordinimit me shërbimin informativ, që çonte informacione etj përkundrejt interesave të caktuara të vogla. Dhe në takime të ngushta, shiko, shumë nga këto vendet e zhvilluara kanë vërtet diplomatët e tyre, politikanët e tyre etj që shkojnë.
Po vendet e vogla vojnë nga një gjë e madhe, prandaj është frikë e madhe të hyjnë në kontakt. Se blihen shumë lehtë. Bien lehtë. Po blihen lehtë. Dhe kjo është arsye që pse ne rim larg këtyre konsorciumeve të mëdha në thonjza të superfuqive botërore që nuk konsiderojnë vend mik. E kuptova. Mirë. Kjo sfidë. Shkojmë në një hapësirë publicitare, më pas rikthehemi në pjesën e dytë, po me shërbimet e huaja inteligjente. Flasim për shërbimet e huaja inteligjente. A kanë Shqipëri, si veprojnë, çfarë monitorojnë, si bashkëpunojnë me autoritetet vendase, ku instalohen e tjerë. Karamuço, të të bëj një pyetje. A mundet që prania e shërbimeve të huaja në një vend, ose në rastin e Shqipërisë për shembull, të shkel sovranitetin? Pra ku qëndron kufiri mes bashkëpunimit edhe dominimit? Shiko, ne kemi pasur raste jo të dominimit, po të cënimit të integritetit. Kushtetues rendit, kushtetues përgjithësi, tentativa për përmbysje të tij, edhe për destabilizim. Këto janë format më të rënda ku një aktivitet agjenturor merr për masat e një rreziku të madh kombëtar. Për shembull, ka informacione që edhe në vitin 97, faktorë të caktuar krahas atyre të brendshëm kanë qenë agjenturat e huaja e vendeve jo mike. Kryesisht ish Jugosllavisë. Patjetër, rusët, i mirë ose një tjetër, po. Po kanë qenë më larg, pra kanë qenë më distancë, sepse detyrat kryesore të panslavizmit famshëm edhe të botës së re ruse e shpallur së fundi në Ballkan për Rusinë proxy ka Serbi. Duhet ta pranojmë këtë. Ne kemi pasur dhe në përplasje të mëdha të luftës së Kosovës, pra mbas piramidave në 97-s, luftën e Kosovës, si nga 98-a, ne kemi pasur inskenime të caktuara për të futur përplasje të forta midis Farkut dhe UÇK-s, që quan edhe në përplasje dhe në vrasje, madje edhe në intrigat e mëdha të veriut
përfshirë dhe vrasjen e deputetit Hajdari, ka të dhëna që ka pasur ndikim të agjenturave të huaja, kryesisht asaj serbe. Për vetë ndikimin, për vetë linjat qoftë ato servitore, qoftë të furnizimit me armë etj, ata nuk kanë dashur këtë. Dhe kanë menduar që duke futur në një skem përplasje këto dy grupe, sigurisht që do të frenohet, do të parandalohet furnizimi dhe mbështetja e madhe që i bëshën atë kohë rezistencës së shtetit në Kosovë. Pastaj vim me mos gaboj me Gërdecit, edhe në Gërdec ka të dhëna, ka informacione të shërbimit informativ shtetëror, pavarësisht çfarë është bërë dhe çfarë dëmi kuptimin administrativ, që ka një lidhje midis Maqedonisë, midis Serbisë dhe midis operativëve të huaj, të cilët kanë bërë rikonjicion ilegal të Gërdecit, kanë bërë një mbikëqyrje të Gërdecit. Pra afër aeroportit, çfarë po demontohen, çfarë bën etj. Dhe mendohet për shkak se shefi shërbimit informativ të Maqedonisë në atë kohë, i cili më pas u arrestua dhe pati shumë probleme, ka ardhur në Shqipëri dhe ka vizituar atë zonë vetë, në mënyrë ilegale. Dhe kjo është dokumentat tona, të shërbimet tona, po ende të pa futur në burime të hapura, për të ashtu. Dhe kjo është thënë vetë nga ish-ministri i Mbrojtjes, që jo për me. Po, e di. Po, është përmendur dhe nga dytë, pra edhe në komisionin me dyrë të mbyllura që ka pasur parlamenti, është diskutuar që përveç kësaj, çfarë ka ndikuar, pse, sepse në atë kohë na erdhi një informacion nga ana e shërbimit inteligjente amerikane, rreth një muaj përpara, po ashtu edhe nga vetë shefi NATO-s, një shkres që ka vajtur në zyrën e kryeministit Berisha, ai mund ta konfirmoj vetë këtë, që na u tha tani keni shumë kujdes, do keni goditje, do keni akte të rënda, sepse vendet jomike nuk duan që ju të hyni në NATO. Dhe do t'ju bëjnë një ngjarje. Edhe unë kam dëgjuar këtë, madje edhe nga ish-ministri i Mbrojtjes. Një ngjarje, forma të akteve subversive. Dhe ishte më njëherë para antarësimit në NATO. Dhe ishte më njëherë para kësaj. Dhe pritej, unë kam folur në atë kohë me drejtorët lartë, me drejtues lartë policisë shtetit, dhe ata kishin këtë informacion. Madje kanë ardhur disa operativ, jo vetëm të CIA-s, por edhe të FBI-s në Shqipëri, ekspert në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, dhe ata kanë bërë një rend stërvitor të caktuar në kuptimin e emergjencave civile dhe thanë sa ngjarje mund të mbajë policia e shtetit njëkohësisht, se mendoni se mund të ndodhin disa ngjarje. Pra krahas Gërdecit, nuk është shpërtim Tiranë, shpërtim Elbasan këtu dhe do ishte një kaos. Ata kërkonin fundit. E vërtet. Dhe u bën pastaj plane të mirëfillta se si do t'i përgjigjemi ne nëse ndodh një ngjarje, 5 ngjarje, 10 ngjarje të tjera. Prandaj fakt po ta bashmend Karabuço, edhe politika ishte bashkë. U vendos ngjitur me zyrën e profesorit aktualisht, zyra e emergjencave, zyra e koordinimit në raste e emergjencave të tilla, që është edhe sot. Pra janë të tilla, pse? Sepse ishin këto institucione, të cilat thanë, rusët e serbët nuk e duan antarësimin antarësimin tonë, sepse me hyrjen tonë do kishte një reaksion zinxhir. Do vinte Malizi, pra Ballkani shkonte në drejtimin e Aleancës Euroatlantike. Dhe kjo ishte arsye. Edhe politika ishte bashkë atëherë, Karabuço. Kemi armët kimike në 2013, ku operativ të rusëve kanë qenë brenda turmës. Brenda turmës? Ja fotografuar nga shërbimet tona inteligjente. Pra edhe ata e donin një destabilitet. Donin po pra që kjo lëvizje të kthehej në lëvizje e destabilitetit në Shqipëri. Është thënë shumë pak, një dokumentar e ka përmendur pak, sepse janë ende si duhet klasifikuara dhe nuk mund të thuhet me fotografi konkrete me këto, nuk janë dhënë për media, por këto janë, domethënë, pikat kyçe, pastaj vim tek vrasja e 4 rusëve në Golen, e cila ka ngelur top secret. Mendoj që edhe për shkak të çfarë përfaqësonte njëri prej tyre, nuk ka qenë një aksident teknologjik, nuk ka qenë kaldaja kjo, e pishina, kloria, jo. Nuk mund të kishin vdekur të katërt në të njëjtin moment. Nuk ndodh kur të vdesin të katërt nga e njëjta përmasë e monoksidit karbonit të përthithur etj. Jo, nuk ka shanse të ndodh kjo. Mendohet, dyshohet, edhe për shkak të rëndësisë së madhe që i vuri ushtria amerikane, kanë sjell mendo nga baza e tyre në Bond Steel, sollën kamion që bën matje, bën ca gjëra të tyre, krahas atyre që bën me ekspertime me kova uji për pishinën e këto. Ato rutinat që bëjmë ne. Dhe ajo pastaj u mbyll. Por mjek serioz, ushtarak serioz, sot është kategorike që ajo të ketë qenë thjesht një aksident i ndodhur nga kaldaja. Jo. Ajo ishte një operacion i mirëfillt i shërbimeve
ruse, për shkak se ai si duket po dezerton dhe po jepte informacion palëve të treta etj. Dhe u gjet Shqipëria për t'u goditur. Sepse me Shqipërinë vendi NATO do krijonte një problem më të madh dhe do ta mbanin koston këto vende përfshirë dhe vetë Shqipërinë, sepse ai iku dhe në Maqedoni, kupton, pati takim dhe në Maqedoni dhe pastaj u kthye. Dhe ky është një nga ato raste ku ne pra i shikoj si pika kyçe në kuptimin edhe të përshkrimit të rrethanave historike, ku ne kemi ndjerë se sa të gatshëm janë këta, sa agresiv janë këta, deri ke 3 rusët pastaj që u kapën me këto filmimet e këto, për të na goditur, sidomos SVR-ja dhe BIA. SVR-ja ruse dhe BIA serbe. Dhe BIA serbe, ja se do shkoj dhe atje. Profesor, ku përfundon bashkëpunimi dhe ku fillon mbikëqyrja? Po dhe ajo që po thonë. Bashkëpunimi është me ata që ke vendet mike, ndërsa është gjithmonë e pranueshëm, është teori e heshtur që palët gjithmonë fusin spion ke njëri tjetrin. Kanë interes të marrin informacion. Zakonisht edhe kur ndodhin dekonspirime, shumë, domethënë këta që janë me status diplomatik, shpallen në ngrata, përzihen kaq. Pra të gjithë palët e dinë. Pra, nëse ai është agent shumë i rëndësishëm, ai jep status diplomatik që ti nuk ke drejt të arrestosh vetëm kur bën një krim shumë të hapur etj. Pra, këtu është e pranueshme. Pra, palët e dinë, janë edhe nëse takohen, dinë që veprojnë prapë kundër njëri tjetrit në fushën e informacionit, pra për të marrë informacion. Unë desha të përmend në vazhdim të asaj që ta përmend, desha të përmend një rast shumë interesant, nuk është bërë publik edhe ky, roli që luajti CIA në demaskimin e propagandës serbe që ushtria qëllimtare e Kosovës është organizatë terroriste, organizatë fundamentaliste e tjerë. Në atë kohë bile edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës pat një rezolut, pat një deklaratë që e patëmbësu këtë të shërbimeve serbe, pra të shtetit serb. Në farë mënyre po e penalizonin ushtrinë qëllimtare e Kosovës. Në atë kohë shërbimi shqiptar, nuk po përmend kështu, shërbimi shqiptar kishte rënë kontakt me organizatorët e luftës dhe nuk ishte lidhje fare kjo as me financimin e drogës, por as me infiltrimet nga islamikët, nga Mujahedin, por sidomos serbët kishin hapë teori që janë të infiltruar nga iranianët. Në atë kohë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ka ardhur një autoritet shumë i lartë. Nga mbat rastin të takoj. Një autoritet shumë i lartë, mund të ishte numri 2 ose 22 i CIA-s për Euroazin. Për Euroazin. Dhe ka marrë kontakte dhe ka marrë informacione të duhura dhe janë paraqitur informacione, prova, çfarë kanë kërkuar për të bërë një vlerësim të saktë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. E kam mori disa kontakte këtu dhe ai kur është larguar nuk ka zgjatur disa ditë ose javë dhe në atë kohë Shtetet Bashkuara për herë të parë pranon UÇK-n dhe ka patur një vizitë të Richard Holbrooke në Junik. Pas kësaj, domethënë amerikanët përfundimisht nuk i besuan më teorive serbe dhe ushtria qëllimtare e Kosovës pastaj mori atë status një ushtrie që po luftonte për çlimin të një populli që ishte i shtypur nga dhuna serbe etj. Dhe pastaj fillon u bë partner me amerikanët, edhe kur fillon sulmet ushtria qëllimtare ishin në terren, amerikanët domethënë bëshin bombardimet, konfirmoshin informacionet, bashkëpunoi etj. Ishin njerëz që ishin pranë ushtrisë qëllimtare të Kosovës, jo vetëm nga shërbimet amerikane, por edhe nga shërbimet e tjera, gjermane etj. E thirrën në atë kohë ministrin e jashtëm shqiptar, zotin Milo, një takim sekret, dhe aty i dhanë mesazhin që nuk do bashkëpunoni me Iranin. Dhe mas një jave se duket priteshin ngarkesa, që Irani filloi ashtu si dhe në Bosnjë të sillte ngarkesa armatime për të furnizuar UÇK-n. Pra për të futur diku edhe si ndikim të botës islame, lufta, xhihadi ky ai, se kishin, ata kanë qëllimet e tyre. Dhe është kthyer mbrapsht avioni. Pra erdhi në Rinas, u ul me njëherë shërbimet tona inteligjente e dinin këtë në bashkëpunim me CIA-n dhe është kthyer mbrapsht avioni me armatim dhe u thanë jo, ju nuk do bashkëpunoni. Pra armatim nga Irani për UÇK-n nuk do ketë.
Dhe që atëherë kjo linjë mbyll. Pra, dhe është ajo që thotë profesori, pra në zgjatim të asaj, sepse jap raste të ilustrimit që vijnë nga burime të ndryshme, që e kanë përmendur vetë zyrtarët e asaj kohe. Po Irani nuk ngeli duar kryq edhe për çështjen pasaj të operacionit që zhvilloi me eksponent së shkoni, sepse Irani ka diçka, nuk bën akte vet, pra nuk hyn në ndërveprim të ligjshëm vet, por përdor terroristë, përfaqësues të Hezbollahut edhe të krimit organizuar. Dhe vinin një miksim, një përzierje e çuditshme midis terrorizmit të lindjes së mesme, organizatave kriminale turke dhe atyre shqiptarë. Njëri për tyre tani është vrarë, ka vite që është vrarë. Të treja këto komponentë donin të bënin një atentat, ose më mirë të prishnin atë festën fetare të kryegjyshatën botërore të Bektashive, dhe pse jo të kishin target edhe vetë Babamond në atë kohë. Këto janë të gjitha. Edhe vetë Babamond. Po, është përmendur disa herë kjo, vetë si informacion. Ato operacion ndërkombëtar gati në atë kohë edhe politikanët tanë ishin shumë të përfshirë në çështjet e opozitarizmit iranian, dhe u këshilluan që të ruhen, të kenë shumë kujdes, sepse mund të goditen nga ana e operativëve të Gardës Revolucionare ose të Ministrisë së Inteligjencës dhe në forma vitrinë ose proxy nga njerëz të zakonshëm, siç ndodhi rasti për shembull në New York të atij shkrimtarit famshëm iranian, Salman Rushdie. Po, i cili u godit me thik nga një person i zakonshëm, por që u financua nga Garda Revolucionare. Pra gjejnë persona, në një mënyrë së tjetër i përdorin ata, ju shpjajnë trurin dhe ai bëhet pastaj një armë në duart e tyre për të realizuar të qëllim. Kam përshtypjen se këto gjëra pushuan se ekzistuar ose më mirë nuk ndodhen më, u parandaluan edhe me një ndikim shumë të fortë që patën shërbimet sekrete turke, që janë shërbimet tona partnere dhe bashkëpunojmë shumë. I kemi përmend shumë pak tjetër, por çana përket neve dhe na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë. E parandaluan këto, pati një lloj negociate si duket, edhe për shkak se mbas mbylljes ambasadës ata kaluan pranë ambasadës turke në një zyrë modeste aty, dhe turkët morën përsipër që nëse ju kontrolloni kampin Ashraf dhe gjeni ato gjëra servera që dyshohet që sulmojnë në mënyrë kibernetike institucionet e Iranit, atëherë ju keni bërë detyrën tuaj dhe ne nuk kemi asgjë me shtetin shqiptar, po e kemi me ata kur ata vinë në Iran, nëse do vinë ndonjëherë. Kështu që ne e bëm këtë, e kishim detyrë shtëpie për ta bërë, policia e rrethoi, bëri kontrolle, i mori ato servera çka kishte, çfarë mendoi, se disa nga ato nuk dolën të ishin të tilla, megjithatë çfarë mendoi në atë kohë, dhe që atëherë Irani nuk ka pasur më gjuhë agresive ndaj Shqipërisë, që kishte përpara, do hedhim raketa, do t'i bombardojmë etj. Pra kjo gjë u mbyll sigurisht me negociatat e asaj kohe të shtetit turk, në atë kohë drejtues ka qenë ai që sot është ministri i jashtëm i Turqisë, Hakan Fidani. Okej, profesor, meqense e përmendët bien serbe, cili është aktiviteti i shërbimeve serbe në Kosovë dhe në Shqipëri? A ka fakte që dëshmojnë pra përfshirjen e bija serbe në destabilizim politik apo në operacione? Në Kosovë ka edhe bëhet një luftë aktive shërbimi sekret i Kosovës, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, AKI, që quhet. Po bën një punë të shkëlqyer në fakt në drejtim të dokumentimit dhe të goditjes të personave të rekrutuara nga shërbimet e inteligjencës serbe. Normal atje niveli i rekrutimit ka qenë, sepse në fund fare kanë pas rrethet e tyre në kohën që Kosova ka qenë bashkë me Serbinë dhe me Jugosllavinë, normal që ata kanë zgjatimet e tyre akoma atje, por AKI ka bërë një punë të jashtëzakonshme, ata janë oficer të shkëlqyer, të trajnuar edhe nga amerikanët, por edhe të bashkëpunim në rajonal me kroatët, me këta janë goxha të përgatitur dhe është bërë një punë e shkëlqyer, deri tash janë të dekonspiruar apo të arrestuar 5 agentë. Për një periudhë të shkurtër. Po, tani vonë. Pastaj kishin rastin e një polici. Po, nuk ka një 3 ditë. Po, ministri ka një 3 ditë, domethënë kjo rasti i policit dhe ata kanë bërë punë të përkryer në drejtim të dokumentimit. Pra që nga vëzhgimet, nga përgjimet, komunikimet, çdo lloj gjëje tjetër dhe janë të kopsitura dosjet e tyre, sepse mund të thush të akuzosh tjetrin për spionazh, po mas 3 muajsh me një avokat fort, me gjysmët e provave që ke ti rrezon një nga një. Edhe del pasaj del hero pasaj nga aty.
Pra, shumë delikate. Janë problematika, aty është bashkëpunim me prokurorinë speciale, bashkëpunim me agjencinë për këta rastet e policëve, me agjencinë e mbikëqyrjes policore që ka një emër tjetër atje, Inspektoriati Policor i Kosovës. Po Shqipëria si bashkëpunon me AKI-n? Po atje bashkëpunojmë shumë, ka që në ngritjen e asaj strukture, janë specialistë kanë marrë pjesë në trajnimin e tyre, që në ngritje, që në fillim, në trajnimin e tyre, kanë bashkëpunojmë me informacione, me gjitha, ne jemi dy shërbime shqiptare, dhe më thënë, është fat që nuk e kanë gjithë këte, që jenë dy shërbime shqiptare, dy shtete, dy shërbime shqiptare. Klasë më shumë, kemi bashkëpunim më shumë se ç'duhet. Kemi bashkëpunim më shumë se ç'duhet? Pra që të ngushtë e kemi, sa e kemi për te një bashkëpunimi normal me disë shërbime. Kemi atë që ka qënë zëvendës atje, ose komanduar atje, këta janë, është diçka. Shërbimit e ka filluar operative e shërbimit të Kosovës në Mitrovic, në një zonë shumë të nxehtë. Shumë të nxehtë, në vërtet. Nga është edhe vetë. Dhe pastaj, sigurisht është rritur gradualisht në atë punë dhe në atë profesion, dhe është një nga ekspertët që e njeh më mirë për çështjet e sigurisë dhe të inteligjencës në Kosovë. Pavarësisht se erdhi në Shqipëri, por ne nuk kemi vetëm shërbimin informativ shtetëror, por edhe shërbimin e ushtrisë, shumë të angazhuar në Kosovë, patjetër. Se ke trupa në Kosovë, shërbimi jonë ushtarak, kudo që ke, ka detyrën të angazhohet atje. Le ditë them që edhe për rastin e sulmit në Banjës, ka bashkëpunim midis shërbimit informativ shtetëror shqiptar dhe atij kosovar. Po Shqipëria ku? Çfarë roli ka pasur? Po tani kjo është, ka disponuar informacion, ka disponuar informacion në rrugë të tjera dhe i vendosin dispozicion. Analizohet informacioni, por nuk dinin ku dhe kur. Po që do ndodhte janë këto persona etj, ka qenë informacion i paraservirur. Mirë, në fakt, Karamuço ka patur raportime edhe për infiltrimet huaja në veriun e Kosovës. Nga Rusia, Serbia, ndim nga Izraeli, të dhëmë ne kemi foto që kanë hyrë me logo të Wagnerit rus në Kosovë. Ne aktualisht, kur e thonin ne, disa media mendoj pa qëllim, na thonin që jo, nuk është kështu, s'ka Wagner, nuk ka, ndërkohë që tani po dalin bazat ilegale, sekrete, ku janë trajnuar, ne dim bazat që njihen nga të gjitha vendet dhe këto institucionet e inteligjencës në Serbi, siç është ajo e Nishit, po ka disa baza të tjera edhe në Bosnjë edhe në Serbi, ku nëpërmjet operativeve rus dhe të atyre strukturave të tyre ushtarake private, trajnohen her pas here persona të caktuar për destabilitet, për akte subversive, për forma të demonstratave të përmbysjes së rendit kushtet. Pra janë në veprimtari me module të veçanta disa prej tyre, edhe për të mësuar si vjet një eksploziv, që na goditën në ujësjellësin ju e mbani më, edhe gjitha këto. Pra Rusi është aty, krahas të serbit, për qëllime të mbrapshta në lidhje me cënimin e interesave tona kombëtare. Kur them kombëtare, themi edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë. Ka qenë baza e Nishit që përmeni profesori është baza emergjencave, në thojza civile, është agjenci zbulimi e shërbimeve ruse. Dhe ka patur, të më thënë, duke qenë se ky kryeministri, presidenti tani shumë serb, është përpjekur që të marrë marrëdhënie shumë të mira edhe me amerikanët për shumë vite dhe nga amerikanët ka pasur presion të vazhdueshëm që mos i rinovoj statusi kësaj baze. Gjithsesi ky bazës Nish, domethënë sepse ata janë identifikuar gjithë si rrjet spionazhi, domethënë një avantpost në Ballkanin Perëndimor, që ushtrojnë aktivitet jo vetëm në Kosovë, ata kanë interes për Kosovën sepse në Kosovë ka ushtar amerikan, ka bazë amerikane dhe ata duan se s'bën donin ta neutralizonin, por ky Vučići nuk e bëri. Domethënë e mbajti në atë status pak as zhyt as myt. Nuk i dha status diplomatik. Nuk i dha status diplomatik, por e mbajti si bazë. Ishte shumë partizan që t'ju jepi ajo që quhet parimi eksterritorialiteti për të njihej si ambasadë. Pra që mos kishte e paprekshme edhe kuptimin diplomatik, që aty mund të bëjë gjithçka dhe ata pastaj në territor të tyre. Kjo nuk ndodh. Shërbimi i Kosovës ka përzon disa nga shtetasit nga këta që ka dyshuar, domethënë i ka shoqëruar, domethënë i ka konsumuar informacione sepse në disa raste ke interes kaq që ta parandalosh. Kape dëboje.
do bëhet nxjerrja e shkufive, sepse pastaj pjesa tjetër është harxhim mjetësh, mund të shkaktosh probleme tjera, jo gjithçka mund t'i parandalosh. Nëse ata kanë, për ata raste kur janë konstatuar që kanë patur informacion, ka vepruar më njëherë Haki i Kosovës, edhe ndaj këtyre. Në faqe zyrtare, kemi sot disa 2-3 pika. Në faqen zyrtare të kujt? Në faqe zyrtare të subjekteve private, ofrohet sot në Serbi 2-3 kampe, të cilat bëjnë stërvitje për paramilitar privat, që të certifikohen aty dhe mund të marrin pjesë pasaj në mbrojtjen e subjekteve private. Kryesisht kanë qenë të lidhura me këtë linjën e navale që kalonte nëpërmjet Somali, piratët e Somalisë, dhe do të ishte një ushtar i një trajnuar për të mbrojtur anijet, larkesat e këto. Dhe u hapën në disa vende, po u hapën edhe në Serbi. Dhe sot aty ka module të caktuara, 3 javore, 1 mujore, 2 mujore, ku ti shkon, mëson eksplozivin, armët, kjo, ajo, etj. Mund të jetë një vitrin gjoja sikur ti i merr të certifikata dhe i përdor pastaj në këto strukturat militare private. Por kjo nesër mund të bëjë një pjesë të një potenciali ilegal ushtarak që përdoret në formë paramilitare për të sulmuar veriun e Kosovës etj. Dhe këto janë hedhur në tavolinë e diskutimeve edhe nga ana e qeverisë kosovare. Çfarë janë këto? Janë mohuar që të kenë qëllime të tilla, por tani po dalin informacione edhe për zhvendosjen e këtyre kampeve, sepse janë gjetur rënojet e kampeve ekzistuese që janë zhvendosur, sepse si duket janë survejuar, janë Shërbimi i Kosovës ka rritë dëpërtoj ideja atje në Serbi. Deri në Serbi. Po. Dhe kanë parë se çfarë po ndodh. Pra ç'është ky angazhim kaq i madh këtyre trupave, këtyre trajnimeve dhe për çfarë qëllimi ka, sepse ta thonë do mbrohemi. Por ajo që po bëjnë ngjan sikur do sulmojnë, jo do mbrohen. Jo do mbrohen. Po. A kuptoj. Profesor, cili është rreziku që Shqipëria mund të përdoret për lojra të mëdha mes fuqive? Gjithmonë kontekstin e këtyre shërbimeve. Që nuk mendoj që Shqipëria mund të përdoret. Një pjesa më e madhe tyre janë e tyre të vendeve mike janë partnerë me ne. Normalisht ata do kombinojnë. Nga vende armike? Po, nga vende armike mund të presësh gjithçka nëse ti je i paaft ta zbulosh, parandalosh dhe ta ndalosh. Pra, që mos kryejnë këto veprime. Dhe fati jonë është që ne pasaj kemi duke patur marrëdhënie me shumë nga këto vendet mike, kanë edhe këta burimet e tyre të inteligjencës. Pra, tashme mundësia jonë për t'i përballuar këto raste që mund të përgatisin këta është shumë më e madhe, është 2 fish më e madhe, sepse kemi edhe partneritet me këto shërbimet mike. Pra, edhe ato kanë interes, edhe ato janë informacione që shkëmbejnë edhe në kuadër të NATO-s, unë nuk mendoj që ata mund të arrijnë të bëjnë, ne të bëmi shesh. Ata do përpiqen të arrijnë qëllimet e tyre strategjike, ne do përpiqemi të godasim. Kështu kush fiton pastaj është luftë kjo. Ka zëra në fakt dhe kanë qarkulluar informacione që për një pjesë të zhvillimeve të fundit në Kosovë, edhe për atentatet të mbetura në tentativa, apo operacione dezinformuese, të jetë përdorur dhe territori shqiptar si bazë teknologjike ose logjistike. Nuk përbën çudi. Gjithë fushata që u bë në lufta kibernetike apo ajo që u hap një proces i tërë në 2016 për zgjedhjet në Amerikë, bësh nga 2-3 të cilët ishin stërhuar në një hotel në Maqedoni me laptop. Sulmet kibernetike që pastaj u zhvilluar etj. Pra nuk është çudi për kjo që të ndodh kjo. Puna është që bashkëpunim të përgatitura. Pra edhe kjo bëhet nëse ti ke databazat i ke të mbushura me informacion, pra çdo i huaj që vjen ti e ke informacionin në dur. Këtu nuk është për të krijuar shtet policor. Do të jemi qartë, sepse këtu hyn 10 milion turistë në vit. Por këtu mund bëhen studime të kësaj natyre, për shembull, pjesa më e madhe turistëve janë nga Polonia. Atëherë një bashkëpunim me Poloninë, me shërbimet partnere atje, ti mund nxjerrësh personat që mund të veprojnë për llogaritë e shërbimeve ruse, që udhtojnë për Shqipëri. Pra mund gjendet fusha bashkëpunime nga më të ndryshme që ti të parandalosh çdo lloj aktiviteti të tyre. Por mendoj që nuk është shumë kollaj edhe këta të organizohen, domethënë. Ata mund të përdorin nga këto nivele si këta që erdhën nëpër këto ndërmarrjet ushtarake tona që në nivele të sakrifikueshme.
kurse për të marrë me këto për të bënë ndryshime të tilla, blogeres, kurse kështu për të marrë me nivele të tilla duhet të aktivizohen të tjerë nivele, domethënë nga agjentura ruse, që nuk mendoj që kanë interes direkt ata të veprojnë në këtë fushë. Domethënë është teknologjike, po është edhe e terrenit, është edhe e prekshme, është edhe fizike. Ti ke njerëz sot që duam s'duam ne, janë vende partnere, po vinë bëjnë trajnim pa e ditur se çfarë janë në Shqipëri. Takojnë njerëz, bëjnë rikognizion terreni, male, kodra, liçene, kjo, njëje me toponimet, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë Ballkanin. Dhe ata nesër pas nesër janë të formatuar, pra kanë prioritetet në ndoset e tyre të personelit për zonat të cilat i njohin më mirë se të tjera. Këta janë më shumë operativ terreni që quhen. Operativi terrenit duhet ta njohë përpara, edhe gjatë fazave të trajnimit të tij. Na ka ndodhur një rast për shembull një agent i CIA në vitet e fundit humbi. Si humbi? Humbi agent i CIA? Ti humbi, ikte këtej diku nga Klosi, Martaneshi. Humbi, nuk punonte si duket GPS-i dhe këto, u vun alarm gjithë forcat fillimisht të inteligjente, pastaj ato policore, u bën një operacion i madh dhe mezi u gjet. Dhe ku shkojnë tani këta që shkojnë në Amerikë, në këto grupet partnere të bashkëpunëtorëve aty që kanë aty, edhe përmendet si anekdotë tani, ku është ai që humbi? Edhe fillojnë qeshin, sa ata kanë tani ka marrë goxha poziciona aty në institucionet e tyre inteligjente. Pra është akoma. Po patjetër ai është një nga më të mirë që një më mirë Ballkani, po në atë kohë humbi. Do të thonë, u deshën disa orë për ta gjetur. Veprimtaria e inteligjencës koordinatat. E inteligjencës ruse është shumë konkrete edhe në aspektin hibrid, domethënë edhe ata, sidomos në fushën e rrjeteve sociale. Po ti shohësh ti ke Facebookun të mbushur me artikuj që marrin direkt nga zëri i Rusisë, përkthehen brenda gjysmore, një ore dhe përkthehen në gjuhën shqipe dhe publikohen. Kemi dokumenta. Dhe në një moment Facebooku më dha shenjë. Ky artikull është sponsorizim i qeverisë ruse. Domethënë për personin që e botoi. Okej. Kur thotë nuk e di kanal. Më bëri shumë përshtypje. Pra, janë zbuluar së fundit 3000 dokumenta të kësaj forme, që prodhohen, gjenerohen nëpërmjet kësaj forme. 3000 dokumenta. 3000 dokumenta. Pra, ka dhe shtetas shqiptar, domethënë unë jam i sigurt për këtë që ata agjencitë të zbatimit të ligjit janë duke u marrë me këto, po tjetër, ti ke sulmin kibernetik që u bë në rastin e zgjedhjeve që u tentua, u godit sistemi zgjedhor kompjuterik në Kosovë, që i shkaktoi problem Kosovë, që Kosova ka qenë model e nxirrte rezultatin për 2 ditë. Dhe ata bën një gjë të mirë që të paktën pastaj ne i qëndruan deri në fund të bën manuale që mos ketë debata rreth asaj dhe u godit në Shqipëri ke një deklaratë zyrtare nga Celibashi që janë rreth 195.000 sulme. Ke një dokument të porositur për shembull për sulmin ndaj drejtuesit së Shërbimit Informativ Shtetëror Shqiptar, e porositur nga BIA serbe. Nga BIA serbe, dokument zyrtar që ofrohet, dikush e merr e lexon, po jo se ofron vetë shërbimi, e ofron nëpërmjet palëve të treta, sikur vjen nga portalet të tjera në rajone të tjera, vjen në format e forwardit. Mund ta kaloj ty ti më dhe ajo merr trajtën e së vërtetës, dhe pastaj botohet në nivel kombëtar. Dhe ti thua që po. Dhe media pastaj bë padashur punën e tyre. Dhe kështu bëhet kjo. Dakor, po si dallohet në rast një informacion që publikohet në media tjetë produkt i inteligjencës? Jo, duhet të gjesh burimin. Pra, angazhohen shumë për të parë kush është burimi. Dhe çfarë informacioni kanë në literale aty brenda, dhe pastaj krahasohet me gjërat e tjera që ata kanë, që ne nuk i dimë se çfarë kanë gjërat e tjera, të cilat i studiojnë dhe bëjnë krahasime, paralelizime. Dhe nga këto na ka dalë që për disa prej drejtuesve tonë të institucioneve sponsorizohet fuqishëm që ata të humbin besimin, të njollosen, të mos kenë imazh të qëndrueshëm dhe të respektuar në publike etj, se në fundit kjo ecën paralelisht me forcimin e konsolidimit të institucioneve tona, sidomos to të sigurisë. Ne kemi pasur gjatë gjithë kohë, po së fundi vjen re sepse na vjen në vëmendje edhe vetë rrjetet sociale, që përmendi profesori, nëpërmjet alertave që vendosin. Për shembull, janë disa portale në Bosnjë që gjenerohen nëpërmjet këtyre agjenturave ruse dhe serbe, që futen në Shqipëri, në një mënyrë ose në një tjetër, dhe sjellin informacione nga këto, që janë dezinformime. Që janë dezinformime me qëllime dhe ka një departament më SVR-ja në shtetin rus, në Federatën Ruse, departamenti më të fuqishëm ka dezinformacione. Edhe kjo është edhe për qëllime politike, ekonomike, sociale dhe për gjithçka. Pra nëse do të shëmtosh një vend, ta bësh të pabesueshëm, ta bësh që njerëzit të ikin, mund të ndikosh shumë mirë nëpërmjet rrjeteve sociale.
Dhe bën këtë në mënyrën, pra nuk do t'i shikosh me armë, as me pistoleta, as me pika me hel. Sot lufta bëhet edhe dezinformimi bëhet. Me laptop. I ke brenda këtij celularit dhe ti nuk i di. I ke brenda këtij që ti mban në xhep gjithkohë. Madje nganjëherë mund të të hyjnë, mund të dëgjojnë edhe mund të shikojnë edhe se çfarë po bën. Dhe në fakt ka një alarm edhe për media, portale të ndryshme, të cilat përdoren nga alarm. Nga dhe shërbimet tona dhe ato të Kosovës, por edhe ato të Shqipërisë. Dhe ata patën një ojë ngjitur me drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit në Kosovë, që ata bënin përgjime që aty në distancë. Patjetër, kishte veprimtaria agjentore e mirëfillt. Por ka dhe ata probleme në media, siç kemi dhe ne. Tani këto mbahen në vëzhgim, edhe shikohet që a merr financim, apo mund të kesh dhe hobi nganjëherë që shiko në luftën e madhe për të marrë lajmin e parë. Amerikano-ruse, unë do mbaha në rusëve. Ka nganjëherë një budallat të tillë. Por a është kjo vetëm një hobi që ti ke, një pëlqim, një preferencë, apo ka diçka mbrapa kësaj. Dhe këtë punë bëjnë gjithmonë në mënyrë të vazhdueshme shërbimet tona. Dhe nuk do na natemuar, si shikoj gjithmonë, ama shërbimet tona çfarë bëjnë? Bëjnë atë punë që nuk e bën dot njëri tjetri. Pra, duhet të mbrojnë sepse janë asete kombëtare këto. Po ra kjo perdje, ky muri i madh që ne na mbron në një gjë që nuk e mbron dot as kushti, as ushtria me armë nuk e bën dot këtë punë. Pra, këtë që bëjnë këta, as tanket, as topat, as metrolozët nuk e bëjnë dot. Pra, duhet i forcojmë, duhet i fuqizojmë, duhet edhe t'i ngrejmë edhe si vlera, po çikosh vendet e tjera, kur flasin për shërbimet, flasin me një respekt të jashtëzakonshëm. Sepse edhe pse nuk dinë gjë, e kuptojnë se çfarë brojnë ata në të vërtetë. Pavarësisht se ka pasur një person që sakrifikon për sigurinë e gjithëve. Po pra, e kupton? Ne kemi të kundërtën. Për shembull, siç ka Turqia. Se ne kemi vuajtur nga spionët. Po pra, ne kemi të kundërtën. Ne e shikojmë ta si sigurim sa akoma të tjera dhe mendojmë çfarë bëjmë. Pra ata na ndihmojnë për të mbrojtur sigurinë kombëtare. Ai është një mision vetëm administrativ dhe shtetëror. Po mi të gjitha është patriotik. Për të mbrojtur vendin tonë. Aty s'është po, shiko, edhe si trajnohen edhe në Amerikë, nuk trajnohen ata që shiko, do marrësh kaq rrogë, ke kaq dieta, jo. Ata çdo ditë duhet puthin flamurin kur ngrihet e kur ulet. Sepse pos besove ke vlerat e tua të shtetit, abdetarisë, kësaj e asaj, e ke të pamundur të bësh ti operativ në shërbim këtij kombi. Do shitesh gjithkohën. Pra kjo është pra të evokohet thellë se cili për këtyre operative oficerëve çfarë janë, qoftë edhe bashkëpunëtorëve, ideja e mbrojtjes së vlerave të këtij kombi. Nëse ne pastaj e hedhim pazar kombin në gjë tjetër. Profesor, se 2 pyetjet e fundit kam. Ose kush janë vendet nga të cilat ne rrezikojmë më shumë? Rusia? Po tjetër? Irani? Shiko, edhe nga Irani jemi të kërcënuar, pavarësisht se mori një farë rrugë, domethënë pas neutralizimit ose pas kontrollit dhe pas sekuestrimeve që u bën atje, se në një farë mënyrë ata kishin shkelur edhe besimin e shqiptarëve, si mi që u pritën, dhe kishin shkelur edhe statusin e refugjatit, duke marrë me aktivitet politik që në loshin. Kështu që Shqipëria është shumë e qartë aty, por që ata akoma e quajnë që është opozita e armatosur është në Shqipëri. Irani ashtu e quan. Por që këtu janë të angazhuar gjithë, domethënë ata kanë pjesë, kjo opozit leadershipin e ka diku në Francë etj etj. Pra, mund të themi që ne jemi vigjilent ndaj Iranit, edhe sidomos pas atij agresionit madh, pas atij sulmi kibernetik që ai bëri, pra që në farë mënyrë synoi që të ulte autoritetin e shtetit para shtetasve, pra duke vjedhur dhëna, duke penguar apo duke pezulluar veprimtaritë e përditshme, shërbimet ndaj qytetarit etj etj. Pra, kjo është. Unë nuk mund të them që ne po të ngjosh kështu, të themi që pretendime kemi një ligj lufte me Greqinë, me këto, po Greqia është shtet partneri jon edhe në BE, edhe për BE, edhe mbështet Shqipërinë për BE, edhe në NATO jemi të dy antarë të NATO-s, kështu që nuk mund të mendoj, por segmentet të caktuara të shërbimeve greke kanë luajtur rol shumë negativ në 97-ën. Ato dihen, domethënë ne për tashmë flas për 97 këtej, po para 97 ata kanë luajtur një rol shumë negativ. Po t'i kemi ndjek ato zhvillimin atë kohë, domethënë ishin një pjesë këtyre që organizuan disa nga këto sillogjet vore-periode, të cilët operonin edhe pa autorizimin e qeverisë greke, domethënë ata arritën deri vran oficer ushtar në 94
në Gjirokastër, dhe me 97-ën pastaj ata vepruan, keni parasysh që situata si përshkon në Shqipëri, çdo ditë nga një qytet shpallte pavarësinë. Keni parasysh atë situata atëherë shpallte pavarësinë dhe prapa atyre ishin këto si llogjet vorjoperote. Shërbimet shqiptare të inteligjencës edhe para 90-s, po edhe deri në 97-ën i kanë pasur të dokumentuar dhe i kanë bërë prezent shtetit shqiptar edhe në parlament këto veprimtaritë të tyre. Po unë nuk mund të them se sot ata kanë këto synime ndaj Shqipërisë, ata janë partner me ne, nuk e diskutoj. Po themi me Serbinë, edhe me Serbinë në nivele politike ka raporte të mira, por në raport në prapasken unë mendoj që ne me ata jemi si punë atyre, domethënë që ai takohemi, po secili di që kush e kush. Janë shërbime partner, janë shërbime jo mike. Shiko, i kemi klasifikuar të tillë, nuk mund të por deri shërbimi se diti që shërbimi informativ kombëtar deri dje ka patur oficer kontakti në Serbi, po, siç ka pas Serbia këtu. Pra, në këto nivele janë rujt, por ne kemi detyrë që të mbështesim shërbimin e Kosovës. Po që çan do pastaj. Çan do pastaj është problem tjetër. Por këto se s'kemi tjerë ne me tjerë nuk ka interes atje. Shërbimit të BIAS, e ke nën grada Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sigurisht partneritet nuk mund të kesh. Edhe me gjitha të probleme që ai ka pasur me dokumentacion. Shefiriqë, po. Vulini. Kështu që ne i shikojmë këto një raport aparencë të ruajmë për çan atakon, sidomos për krimin organizuar, terrorizmin e këto. Po bashkëpunim në këto fusha do të bësh, po. Jemi të hapur të bëjmë. Kurse pjesë tjera pastaj të interesit kombëtar, për Kosovë, interesit kombëtar, pastaj ato janë një problem që janë një pyetje e madhe. Okej. Karamuço, për ta mbyllur, pra mund të themi përfundimisht se në Shqipëri do të ketë prezencë shërbimesh tuaja njësoj si betejë virus vaksinë. Është jetë për sa kohë janë mirë se ardhur. Për sa kohë do të ekzistojnë shtete, do ketë shërbime që do vijnë në funksion të interesave të tyre në vende të tjera, përfshi këtu dhe Shqipëri. Do jenë prezent. Interesi jonë është të kenë qëllime të mira pse vinë, të shkëmbejnë informacion, të japin dhe të marrin në mbrojtjen atyre interesave të ndërsjellë. Pastaj kur vinë me qëllime të mbrapshta, pastaj ne na para detyra e madhe, sfida që ti përballojmë në mënyrë ose një tjetër. Edhe qytetarët gjej rastin këtu. Si shikoj shumë indiferent. Kur ka diçka që ti vjen në dieni, ore, bëj të njohur, shkëmbej, jep si informacion, nuk je spion, as bashkëpunëtor, pra mos u fut në ato botën e errët të paragjykimeve që çfarë po bëj unë, jam bërë jo. Diçka për interesin shtetëror duhet ta bësh. Shikoni, të gjitha këto vende kanë krijuar një kulturë edhe populli, që kur shikojnë njëri të panjohur hyri doli, marrin telefon, njoftojnë autoritetet. Sepse është për sigurinë e tij. Një targ, një person. Kjo ndodhi sepse jo shumë larg, në 97-ën doset e shërbimit. Po fluturuan. Jo, Ran në dur të njerëzve dhe gjithë secili sot ne hasim në vështirësi, edhe unë ku kam qenë në ato, hasim vështirësi në rekrutim sepse ai thotë duhet mu e kupton nesër dosja ime del diku tjetër. Mos e hidh hapin aq të madh për të kaluar te bashkëpunëtori. Po mirë për qytetarin, po patjetër ka një misionar. Duhet të interesit publik, ti duhet të jesh. Absolutisht duhet. Të gjitha këto agjenci duhet punojnë në këtë fushë. Pra, të ndërgjegjësohen qytetarit për të informuar, sepse investon për vetën e vet qytetarin, që nëse investon për sigurinë, ka investuar për familjen, për shoqërinë, për gjithçka. Ky ishte mesazhi do t'i vëmë. Okej, me këtë do ta mbyll, me këtë mesazh tëndit. Mirë, profesor Karamuço, profesor Shala, ju falenderoj shumë për gjitha këto informacione që ndat. Ishte shumë bisedë interesante. Natën e mirë, ky ishte emisioni për sonte.